Të gjithë aktorët politik po e prisnin. Raporti final i OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 11 majit u publikua sot dhe gjendjet e tij duket se nuk kënaqën plotësisht asnjë palë. Pjesa e pushtetit e përcolli në heshtje duke mos përtypur disa piketa të këtij raporti, e ndërsa pala tjetër e kahut opozitar e bërtiti fort në publik, a thua se ky raport nuk njohu zgjedhjet e 11 majit. Në raportin final, ODIHR konsideron zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 si konkurruese dhe të zhvilluara në mënyrë profesionale, duke vënë theksin te një mjedis tejet i polarizuar, ku sipas vëzhguesve ndërkombëtar, garuesit nuk gëzuan mundësi të barabarta. Pikërisht, mungesa e shanseve të barabarta në zgjedhje është kritika më e fortë e vëzhguesve të ODIHR për zgjedhjet e 11 majit, duke vënë në duke gjithashtu që fusha e garës ishte e pabarabartë. Sipas ODIHR, partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë i burimeve shtetërore dhe ndikimi institucional, duke zbehur kufirin ndërmjet shtetit dhe partisë. Çështje të tjera shqetësuese përfshin raportimet për shitblerje votash si dhe pretendime për ndikim të elementëve kriminal në zgjedhje në disa zona të vendit. Ndërkaq, përplasja në distancë mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut të PD-s Sali Berisha gjatë fushatës së 11 majit ka marrë vëmendjen e vëzhguesve të OSBE-ODIHR, ku në raportin final i kanë kushtuar një pjesë edhe epiteteve që liderët e dy partive kryesore politike ja pohuan njëri tjetrit. Në raport citohen epitetet me të cilat Rama ju drejtua Berishës si bufkënete, apo epiteti i Berishës kundrejt Ramës që e quajti antikrisht. OSBE-ODIHR në raportin përfundimtar vë theksin edhe te kodi aktual zgjedhor, që nuk rregullon financimin e fushatave zgjedhore, ku specifikisht thuhet se rekomandimi për të zgjeruar financimin publik edhe te kandidatët e pavarur nuk u zbatua. Në raportin final flitet edhe për mbylljen e TikTok me vendim të qeverisë, ku evidentohet se fushata në rrjetet sociale nuk ishte e rregulluar me ligj dhe se nuk ishte caktuar asnjë autoritet për ta monitoruar. Sipas ODIHR, mbyllja e TikTok kufizoi mundësitë e disa kandidatëve për fushat. Në përmbylljet e raportit, ODIHR dha 25 rekomandime për të gjitha palët, ku mes të cilave 8 ishin më prioritare. Një ndër ta edhe ndalimi i përdorimit të burimeve administrative për fushat elektorale, që nga data e shpalljes së zgjedhjeve dhe jo siç është aktualisht në ligj, ku kjo gjë ndalohet vetëm 4 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve. E në kushtet kur një tjetër raport përfundimtar mbylli kapitullin për një tjetër proces zgjedhor në vend, palët janë dukshëm me pole antagoniste dhe as pak me prirje për t'i dhënë zgjidhje të gjitha rekomandimeve të ODIHR. E megjithatë, egot e dy partive të mëdha janë gjithnjë të kënaqura, siç edhe ndodhi së fundmi me Komisionin për Reformën Zgjedhore. Në 8 vendet e saj, PS do të mbajë vetë 7 karrige dhe një vend do t'ja rezervojë PSD-s së Tom Doshit, ndërsa PD vendet e saj do t'i ndajë në 5 karrige për veten, një përkatësisht për Partinë Republikane, Partinë e Lirisë dhe Partinë Mundësia të Agron Shehajt. Jashtë mbeten partitë e Lapajt e Qorit. Komisioni me 8+8 dhe me 2 bashkëkryetar me të drejtë vetoje pritet të ngrihet në seancën e 30 tetorit. Mirëmbrëma zonja dhe zotri, mirë se keni ardhur këtë të njëjtë në Quo Vadis. Ky që kam përpara është raporti përfundimtar i OSBE-ODIHR-it. Pritëm 5 muaj për të lexuar këtë raport. Në fakt që t'jem shumë e sinqert, më vjen keq për 44 faqet që stafi im ka printuar për këtë raport, sepse personalisht me të gjithë njohurit modeste që kam gjatë këtyre mbi 20 vite që shikoj zgjedhjet dhe monitoroj zgjedhjet në Shqipëri, edhe raportoj për zgjedhjet në Shqipëri, më duket njësoj si gjithë të tjerët. 2 hapa para, 3 mbrapa, 4 majtas, 5 djathtas. Por ky është vetëm mendimi i modest. Të ftuarit që kam në studio do të bëjnë një analizë më profesionale të këtij raporti të OSBE-ODIHR. Erisa Xhixho, deputete e Partisë Lirisë. Mirëmbrëma, faleminderit shumë që e mbrëmjen e sotme në Quo Vadis. Gerda Meta, eksperte për çështje zgjedhore. Mirëmbrëma zonja Meta, faleminderit shumë që jeni në Quo Vadis. Daniela Maloku, gazetare, Report TV. Mirëmbrëma, faleminderit shumë Daniela dhe Arbër Hitaj, gazetar Rotësha. Mirëmbrëma, faleminderit shumë Arbër që rikthesh në Quo Vadis. Erisa, si lexove raportin? 44 faqe dhe raportit OSBE-ODIHR-it. Është një raport që është në të njëjtën linjë me raportin prak të zgjedhjeve, adreson shumë nga shqetësimet e opozitës, padyshim. Boshti është padyshim ajo që cituat dhe ju, nuk kishim zgjedhje të barabarta, kishim zgjedhje të cilat partia dhe shteti u njësuan,
përdorim të financave publike, të cilat ne i kemi denoncuar, përdorim të administratës publike, përdorimi i gjobave dhe bonusit, dhe është shumë interesante, sepse unë për para zgjedhjeve kam pasur dhe një takime ose bëjon dirit si Partia e Lirisë, ku erdhe në selin ton, dhe ka qenë ky adresim se si vetë fryma e kodit nuk lejon që 4 muaj ti të përdorësh prokurime, tenderat, apo financat publike në funksion të fushatës elektorale. Çfarë bëri Partia Socialiste? I miratoi këto në dhjetor, pra në dhjetor të 2024-s, në diskutimet në kuvend, dhe implementoi një javë para zgjedhjeve. Pra qoftë bonusin, qoftë faljen e gjobave, që padyshim është një shkelje flagrante e ligjit. Jeni ju të kënaqur me këtë raport? Prisnit ju një raport më të fortë, prisnit një raport më të ashpër, le të themi, se sa i paraprak, apo mendoni që gjithë shqetësimet që ju kishit janë të adresuara këtu dhe jeni okay me atë? Unë mendoj që adreson një sër shqetësimesh të opozitës dhe shumë nga denoncimet të opozitës. Një nga momentet që shprehet aty është fakti që zgjedhjet ishin në shkelje të kartës Kopenhagenit. Çka do të thotë që një vend i cili synon Bashkimin Evropian, i cili është në proces në integrimit evropian, nuk përmbush standardet minimale të kartës Kopenhagenit, që për qytetarët janë disa standarde minimale të zgjedhjeve që duhet jenë ndershme, që duhet ketë garë, që nuk duhet ketë përdorim të administratës publike, që duhet ketë një media të lirë, etj. Me radhë. Pra, në një farë mënyre është një raport akt akuz ndaj qeverisë, çka do të thotë që fakton gjithë ato shkelje që ne kemi thënë dhe praktikisht vërteton faktin që nuk kemi pas zgjedhje të lira dhe ndershme. Që në momentin që loja nuk është e barabartë në fushë dhe në fushën zgjedhore, absolutisht që këto zgjedhje do të konkludonin në zgjedhje jo të ndershme, jo të lira, dhe është për të ardhur keq në fakt, sepse këto zgjedhje vinin në një moment shumë të rëndësishëm për Shqipërinë, për momentin e integrimit evropian të Shqipërisë, dhe duhet të paktën të kishim arritur standardin e Kosovës. Kosova bën zgjedhje, Malizi, Maqedonia, çdo vend i rajonit, por dhe njihen zgjedhje dhe vazhdojnë proceset. Por çfarë më bëri përshtypje tek 4220 ca raste të denoncuara për përdorim të asfaltit elektoral etj. Me radhë, dhe po të bëj një krahasim me Kosovën, të cilën po e lexoja rastet, në momentin që zyrtarët e lartë apo ministra denoncohen në Kosovë, në zgjedhjet e fundit kishin mbarë mbi 600.000 euro gjob për shkelje të këtij standardi, ndërkohë ministrat tanë janë në gjithë fushat, administrata publike, dhe ketë 0 gjob ndaj funksionarëve të lartë. Fushat edhe për zgjedhjet e Bashkisë Tiranës, pavarësisht se kemi një datë. Biles, Kosova arrinte deri atje, sa nëse vërtetonte që një punonjës i administratës publike bëj pjesë e zgjedhjeve, ikte nga administrata publike për 5 vite. Pra, që të kuptojmë, ligjet janë, çështja është që nuk zbatohen. Pra, ne bëm një marrëveshje 5 qershori duke sankcionuar në mënyrë të qartë që të mos përdorësh financat publike, që ministrat apo funksionarët publik mos ishin pjesë e fushatës apo të tenderonin asfalt elektorale etj. Me radhë, dhe ajo që ndodhi në realitet ishte jo vetëm përdorimi i administratës publike, po dhe e krimit organizuar, e faktuar edhe në këtë raport, sidomos problematike e citon edhe Qarqet, citon Lezhën, citon Gjirokastrën, citon Fierin gjithashtu, pra është shumë konkret dhe detyra jonë tashmë është që këto fakte shumë qarta të OSBE Odirit, padyshim të ndiqen dhe personat përgjegjës padyshim të shkojnë përpara drejtësisë. Girta Meta, si vëzhguese prej kaq vitesh e zgjedhjeve në Shqipëri, si e pe këtë raport? Çfarë kishte ndryshe ky raport nga zgjedhjet e 2021-shit në Shqipëri? Ka një fakt që bën diferencën? Shiko, ne kemi gjithë të periudhë që themi kur do dali raporti, kur do dali 5 muaj pritëm. Por në fakt nuk është edhe aq e egzageruar vonesa, duke parë që edhe rezultati i zgjedhjeve përfundimtar nga KQZ-ja ishte i vonuar për arsye nga më të ndryshmet, sepse u zbatuan dhe u prit gjithë hierarkia institucionale deri në vendimin e kolegjit zgjedhor. Kështu që dhe ata, po ta shikosh një muaj mbas kësaj gjës janë, pavarësisht se ne na duket se jemi mësuar në shtator zakonisht. Nga që na erdhën zgjedhjet e tjera, prandaj jemi në zgjedhje. Megjithatë nuk është kjo rëndësia. Rëndësia është që çfarë mesazhi duhet të kuptojnë palët politike që janë pjesë dhe janë aktorët mbizotrues që bëjnë zgjedhjen në Shqipëri.
Absolutisht që unë jam shumë dakord me atë që ta Erisa, që ne si aktor vendor nuk është se jemi të surprizuar, sepse linja është e njëjtë, janë po të njëjtat problematika që ne kemi në disa zgjedhje, po themi edhe në 3 zgjedhjet e fundit, që dëgjojmë të njëjtën renditje të problematikave. Dhe ajo që vlen të përmendet është që si do lexohet, si do përthithet nga palët politike dhe çfarë do ndryshojë në vijim. Se po të mbetemi vetëm në pjesën e konstatimit, të paktën nga reagimet e para ose disa artikulime minimaliste të disa aktorëve të politikës, që më shumë aktive ka qenë opozita se sa mazhoranca, të paktën ditën e sotme, mbas publikimit fillestar të këtij raporti. Ideja është që mos mbetemi në atë suazën që ne na lavdroi edhe pjesa tjetër thotë që ishte një raport zi. Njerëzit nuk ka nevojë dhe sidomos votuesët nuk ka nevojë për këtë krahasim edhe për këtë lloj kompeticioni midis palëve, si e lexon njëri dhe si e lexon tjetri. E rëndësishme është që unë gjykoj që vetëm të marrë atë stekën e Bilardos Odiri dhe t'i futet mirë këtyre politikanëve, që sa herë që flasin t'i godasin. Domethënë Odiri nuk arrin ta bëj këtë gjën, se në fund të fundit nuk i njeh zgjedhjet. Në fund të fundit prisnim ne me gjithë problematikat mos t'i njihte zgjedhjet. Dhe në vëzhgimin e tyre ata prononcojnë për gjëra që ata shikojnë realisht. Se unë kuptoj dhe e kthej pak edhe nga vetja si aktor vendor, si vëzhgues në kaq vite, që unë nuk mund të them më tha PD-ja që ka problematika, ty më tha PS-ja dhe e them edhe unë si vëzhgues. E kupton? Domethënë statura edhe si tush kodi etikës së sjelljes së vëzhgimit qoftë ndërkombëtar siç është. Odiri është që çfarë shikojnë ata konkretisht dhe sa arrin ata ta identifikojnë në terren të gjithë problematikën. Dhe teksa shikon që vazhdon ajo që pati shqetësime edhe, domethënë ata e thonë që vjen një shqetësim siç kanë ardhur nga delegacionet që ata kanë folur me parti të ndryshme, kanë folur me ne si aktorë shoqërisë civile, që secili ka thënë qasjen e vet. Dhe prandaj ata thonë që vjen dhe si shqetësim edhe kjo, por nuk është që është e identifikuar nga syri i vëzhgimit drejt për drejt të Odirit. Ajo që vlen të përmendet është që nëse kemi gjithë të zgjedhje që themi administrata, patronazhimi, burimet shtetërore, investimi, presionimi i votuesve. Vlen të përmendet e tuhet që si asnjëherë tjetër Odiri në këtë radhë ka thënë që nuk ja vlen 4 muaj para zgjedhjeve që të futet në shina qeveria edhe mazhoranca aktuale e kujdo qoftë majtas apo qoftë djathtas nesër. Çështja është që mundet që aktivitetet e ndaluara për qeverinë në këtë raport si asnjëherë tjetër thuhet që të ngrinë që kur dekretohet data e zgjedhjeve. Dhe unë nuk e di se si do ta përtypi qeveria aktuale, sepse jemi në ato diskutime që i bie që një herë në 2 vjet që ka zgjedhje, 9 muaj ngrin. Sa ditë do punoj qeveria për ta thënë me të vërtet gjë, që domethënë tërkosti i ndaluar, i ngrirë nga kodi, ligji etj, po qeveria duhet të punojë dhe duhet të bëjë gjërat që të shërbejë qytetarëve shqiptar. Kështu që unë mendoj që ata gjërat që kanë dashur t'i thonë, i kanë thënë gjithmonë, i kanë thënë me gjuhë të drunjtë, i kanë thënë me gjuhë të drejtë për drejtë, i kanë thënë fort. Kjo është mënyra se si ata flasin, se në fundit janë një institucion që rekomandojnë, nuk detyrojnë as kërkën kudo që ata vëzhgojnë zgjedhjet. Ndoshta është një moment që ne duhet ta diskutojmë dhe ne ja u kemi thënë dhe si shqetësim edhe drejt për drejt në misionet që ata vinë dhe paraprake para se të fillojnë zgjedhjet edhe mbas zgjedhjeve kur ata vinë dhe testojnë se çfarë ka ndodhur me rekomandimet e tyre. Kemi thënë që duhet gjendur një mekanizëm që politika shqiptare duhet reagojë dhe mbi të gjitha duhet reflektojë, sepse themi që për ditë dalin rekomandimet të reja, ndoshta janë dhe të përsëritura, po ata sa herë që vinë thonë nuk janë bërë ende dhe nuk janë reflektuar ende. Motorët e aktorëve të politikës dhe mbi të gjitha ajo që është shumë e nevojshme që zgjidhja emergjente është reforma zgjedhore. Kur do mbaroj ky refreni që sa herë ne kemi zgjedhje, ne bëjmë reforma zgjedhore. Domethënë është dhe shkojmë gjithmonë aty te limiti që s'kemi kohë dhe sajojmë një gjë. Është një problematikë që vullneti i palëve, mungesa e dëshirës politike në Shqipëri e ka bërë të mundur këtë lloj ping-pongu për ta spostuar për hilera politike, për marrëveshje nën rrogoz, për refuzime të hapura që kanë bërë palët politike, është një përgjigje që duhet ta japin ata. Dhe mos spekulojmë ne duke thënë që me idera konspirative që
jo po palët bien dakord, jo po kur duan e gjejnë brënda natës, janë precedent pozitiv ose negativ që ne i kemi parë që ka ndodhur me dëshirën politike kur duan t'i bëjnë gjërat. Çështja është që reforma zgjedhore, kemi një dakordsi, kemi një augur të mirë që fillon me artikulime shumë pozitive, me një energji pozitive, janë shumë cilëshëm me njëri tjetrin, deklarohen edhe në komunitet ndërkombëtar që kemi rënë dakord, kemi ndarë palët, kemi ndarë numrat, jemi gati të fillojmë punën dhe e premtuan dhe thanë, sa të dali raporti, ne do të kemi në agendën politike nisjen e punës së komisionit, e kanë mandatuar 9 muaj. Komisioni Venecias, ju e dini që thot, 1 vit për para se të kemi procesin tjetër elektoral, që të kemi reforma cilësore dhe reforma të rëndësishme dhe funksionale si që është ajo e reformës zgjedhore dhe së shpejti presim dhe reformën territoriale, që ndoshta do shikojmë që do ketë një luftë në vijim për mënyrën se si do realizohen të 2 reformat në të njëjtën kohë paralelisht ose do ndahen në periudha të ndryshme. Palët politike ka ardhur momenti që të dalin dhe të deklarojnë vullnetin e tyre politik, që do të thotë, nëse janë 5 piketa që duhet të ndryshojnë për të arritur stekën e zgjedhjeve të ndershme dhe të lira në Shqipëri. Për kë jemi pro, për kë jemi kundër. Dhe mos ta fillojmë punën mbrapsht kur përmbledhin gjithë ekspertët, i fusin në punë, bëjnë gjithë ku di unë drafte, propozime, dhe në fund thonë nuk ram dakord ne më shok, tani vetëm për një gjë ram dakord. Kemi 4 vjet e fundit që ram dakord për të realizuar votën e diasporës, i minuan të gjitha piketat e tjera, me zor ram dakord për votën e diasporës, edhe le ta themin atë zhargonin popullor që shqyqyr që arritën ta vendosen dhe ta sjellin si njërisi për zgjedhjet e 11 maj 2025-s, por u minuan në një gjë tjetër që reflektimi në terrenet e diasporës, sidomos rasti Greqis, ishte i pa precedent në mënyrën se si u organizua. Po e sjell vetëm si vëmendje për patur si testohet për të shpërndarjen e politik. Daniela, në Selim Blu janë të kënaqur me raportin? Në fakt, zotit Berisha të paktën që ka peshën kryesore të reagimit në selinë e Partisë Demokratike, ju deshën shumë pak minuta për ta lexuar edhe për të patur një mendim mbi raportin e OSBE-Odirit, të cilin në fakt e shpalli si një fitore të opozitës. Dhe unë këtu jam dakord me disa qëndrime të Partisë Demokratike, ose edhe të opozitës, sepse si që tha edhe deputetja Xhixho, adreson disa prej shqetësimeve që Partia Demokratike i ka shprehur vazhdimisht qoftë gjatë fushatës elektorale, qoftë gjatë zgjedhjeve, ose edhe pas tyre kur po themi doli edhe rezultati dhe Partia Demokratike dhe opozita tunte me forcë disa argumente përse humbi zgjedhjet, siç ishte përdorimi i administratës zgjedhore që gjithsesi në raportin e OSBE-s përmendet dhe përmendet fort, të paktën në këndvështrimin tim, apo çështja e patronazhistëve që po ashtu përmendet në raport, por edhe gjua e polarizuar shpeshherë shumë kritike në drejtim të njëri tjetrit të 2 liderëve kryesorë që u përfshin në garën elektorale, që janë evidentuar dhe janë parë si shqetësuese edhe nga vëzhguesit e OSBE-Odirit, qoftë nga zoti Rama, që bufin e Konetës e përmonte në çdo takim të tij në elektoral, por qoftë edhe epitetet që ka vendosur zoti Berisha në drejtim të kundërshtarit të tij politik. Pra, të gjitha këto evidentime që ka patur raporti, një pjesë e tyre kanë adresuar edhe shqetësimet e opozitës dhe kjo e fundit e ka tundur, po themi si një fitore të saj në kushtet kur edhe kërkonte me ngulm daljen dhe publikimin e raportit, për të vijuar më pas edhe për të kuptuar se cili do t'jetë aksioni që ajo do të ndjekë dhe cili do t'jetë qëndrimi politik që në fundit do të mbajë. Heshtja nga mazhoranca, Arbër, nga Partia Socialiste, apo po e lexojnë me vëmendje? Jo, ka një gjë. Unë e kam parë raportin me shumë vëmendje, e bëj krahasimin edhe me raportin paraprak që doli. Pritës së vërtetës është një raport shumë i balancuar. Pra, nëse të bëjmë krahasim me zgjedhjet e kaluara, është një raport ndër më të balancuarit për mua. E para punës vë para përgjegjësisë, pra e ndan në disa kategori. Pjesa para fushatës, pjesa e fushatës, pjesa e zgjedhjes, dita votimit dhe dita numërimit. Dhe dita votimit, dita numërimit vlerësohen maksimalisht si procese profesionale quhen.
sepse u morë KQZ-ja. Ka kritika ndaj partive politike për mënyrën se si numërohet, pra që është një mënyrë e vjetër, manuale. Dhe duhet të ndryshoj. Që duhet të ndryshoj. Dhe politizimi. Dhe nuk ndryshoj sepse nuk donë të opozita të bëj numërim dhe votim elektronik, pra u bë kështu sepse kështu donin partit politike. Një rekomandimi i cili ka vite që bën OSBE Odiri, ka të bëj me mbarvajtjen e procesit nga partit politike. Pra është kritik jo ndaj një force politike, po ndaj partive të mëdha politike. Pra nëse futesh në detajet e raportit, përmosh nga raportet më pozitive për zgjedhjet. Elementi i vetëm që përjashtohet që mund të quhet kritik ndaj qeverisë është pjesa e përdorimit të burimeve njerëzore. Por te krimi organizuar përfshin 3 raste, po 2 janë të opozitës. Pra Fieri, shitblerja e votës, është për një person i cili dyshoj... Rast sporadik fare? Jo, po raste këto janë. Lezha gjithashtu është një afër me një deputetet PD-s. Ndërkohë një rast përmendet për PS-n. Jemi 2-1 për PS-n, për opozitën në rastet e krimit organizuar të shitblerjes së votës. Pjesa tjetër e kërcënimeve, intimidimeve, përmendet edhe intimidime, por nuk ka asnjë rast konkret. Disa kandidatë kanë thënë, ndërkohë thuhet që kandidatët thonë të gjithë që kanë zhvilluar fushat lirisht. Është rasti i Vorës i përmendur në raportin OSBE Odiri? Si e trajton? Është persona të dyshim, por jo nuk futet në detajet të tjera jashtë qendrave të votimit. Por në total... Çdo qendër votimi thotë që ka zyrtar të qeverisë. Në total ata thonë janë vetëm 2%. Raste... Nga 5225 janë vetëm 2% e tyre. Dyshojnë me probleme sepse janë aty në raport. Pra është nga raporte për mua më të balancuar. Dhe realisht jam habitur me qëndrimin e Zotit Berisha, sepse nuk jep të drejtë pothuajse në asnjë gjë. Me përjashtim të përdorimit të burimeve të administratës, pjesa e bonusit të pensionistëve, që përmendet që ishte një diçka që ndikoi, pra i dha avantazh të pamerituar, pra po nuk thuhet, krimi organizuar nuk thuhet në asnjë rresht. Kritikat janë si ndaj PS-s, si ndaj PD-s për mungesën e deklarimit të parave. Pra, ka dhënë KQZ-ja 1.2-1.3 milion euro, por ndërkohë fushata e secila partive politike shkon diku te 3 milion euro, që i ka dhe PS-ja dhe PD-ja të pa deklaruara sipas tyre. Pra ta dyshojnë që fushata e një partie politike shkon 3 milion euro. Por të cilat nuk janë të reflektuara. Të cilat në audit nuk rezultojnë ku i kanë gjetur. Kritika pastaj janë shumë sporadike, ka për mospatjen e kushteve, po themi fizike të votimit për njerëzit me aftësi. Ndryshe, ka pastaj për gjatë fushatave nuk ka njerëz të cilët flasin me gjuhën e shenjave për komunitetin shumë me mes. Pra ka disa elemente që në fund të ditës i shkojnë të dyja partive politike. Po për shembull, në datën 8 maj, Partia Socialiste ka shkuar për inaugurimin e aeroportit Vlorës. Marr vetëm një rast. Aeroporti i cili funksional do jetë vitin tjetër. I përmend disa raste. Është për qëllime elektorale 3 ditë përpara zgjedhjeve? Pra, përfitim i padrejt. I përmend disa raste përfitimi i padrejt, por nuk është që zgjedhjet rrëzohen. Ky raport nuk rrëzon zgjedhjet. Ky është certifikimi më i mirë i zgjedhjeve. Dhe Rama vetë po të ishte nuk do ta bënte më mirë se kaq raportin. Pse nuk ka dalë akoma Partia Socialiste, pse mendon se s'ka dalë akoma? Apo s'ka dalë as zgjedhjet e kaluara, sepse un kam përshtypjen është dakord me këtë raport. Është një raport shumë korrekt. Pra për PS-n është raporti më i mirë i mundshëm po ta krahasojmë me 2021-shin. Nuk ka asnjë gjë për krimin organizuar, nuk ka asnjë gjë për pastrimin e parave. Ta citoj krimin organizuar se po, edhe me rast. Përfshirja e krimit në zgjedhje. Po. Është kërcënuar qytetar për llogaritë të kandidatëve dhe të partive. Madje duke kërcënuar dhe kandidatë të rival, siç është rasti i Vor, ku grupe kriminale kërcënuar për faqe të opozitës. Në total janë 2%. Ja përse ka çfarë do marrë për tin 2025 më shumë se 2%. Që të thotë shitblerjen e votës, të thotë zgjedhje jo të barabarta. Were present, unë e kam lexuar anglisht. Nuk e kam lexuar te mediat e tjera. Were present in 2% and were interfering in some instances. Present in 2%. Tani, përfshirjen e krimit organizuar, përfshimin e krimit organizuar dhe të bandave është një realitet. Dhe nëse ne mohojmë këtë, po i rasti i Durrësit, kur urdhër arrestit ishte bërë më përpara dhe ndori pas zgjedhjeve arrestimi i grupeve kriminale, nuk të bën habi. Nuk të bën habi, të bën habi. Nuk të bën fakti që banda e Durrësit para zgjedhjeve ka arrest
dhe nuk ekzekutohet dhe ekzekutohet në bazë zgjedhjeve. Në Elbasan, se thot raporti, zhvillimi i grupeve kriminale në Elbasan e kudo. Raporti se ka. Grupet kriminale, po sa ta lexova pra. Po sa ta lexova, mo zotri. Po sa ta lexova. Madje ka në 3 raste shitblerje vote, një në Fier, një në Lezhë, lidhjet e politikës me krimin e organizuar, ta thot, lidhjen e krimit. Po, ta thot e ke aty, lidhjen e politikës me krimin e organizuar. Madje thot ka pasur disa persona që thonë që ka pasur përdorimin e administratës publike. Ka pasur disa persona nga 4.000 administratës publike. Po pra burimeve të administratës çfarë? Përdorimi burimeve njerëzore dhe financiare të administratës publike, që do të thotë përdorimi siç ishte në rastin e aeroportit të Vlorës apo për urime, të cilat janë përdorur për fushat elektorale. Tani, Arbri, unë jam në vetë të parë që kam kandiduar dhe po të them, frika, intimidimi i njerëzve, i bizneseve, ka qenë në ekstrem dhe ka ardhur duke u përkeqësuar. Në qoftë se ti më thua që qytetarët shqiptar janë të lirë për të zgjedhur një kandidat apo një kandidat tjetër apo një subjekt tjetër. E thot raporti. Çfarë thot raporti? Janë profesionale, dita e zgjedhjeve, probleme është të numërimi. Dita e zgjedhjeve ta thot shumë qartë. Ta thot shumë qartë. Prania e zyrtarëve, të cilët bënin check-in, të patronazhistëve, kush hynte, kush dilte. Janë të lira. Pra jo, i ke aty qendrat e votimit ishin profesionale dhe të lira. Në qendrat e votimit ta citon aty që kishte zyrtarë dhe të administratës. Të thotë që më fillim që ishin jo të barabarta. Si e përkthejnë ti fjallën? Jo të barabarta. E di për çfarë e ka? E ka një pjesë të media, se kam lezuar. Se ka dhe gjëra që nuk shkojnë në raport, dhe ti themi. Thotë për shembull që disa parti... Ma shpjego, si e kupton ti që nuk ishin të barabarta zgjedhjet? Ja ta themun, disa parti, për shembull, mediatikisht, ngre alarmin, ndërkohë kur futesh në detaje, diferenca që ka e opozita me majorancës është në 2 dhe në 3% në raportim. Bëhet me për çfarë? Për kohë televizive. Po normal se kemi kaq kohë na vjen, po so janë për studio. Po jo, pavarësisht asaj. Si, po kjo është patjetër. Kanë kaq vite nuk dalin përballë njëri tjetrit që është skandal. Është në 3 dhe në 4%. I kishte kandidatët e majorancës. Pra shumë e ulët. Nëse ne themi në atë rast, ne themi ishte pa barabartë. E linjës editoriale Arbri. Se tani e gazetar, linja editoriale e mediave. E cila është e kontrolluar. Po shif lajmet e mediave. Shifi lajmet. Se ajo jo sa herë jam unë në studio, se jam në studio. Ka qenë gati mota kur majorancat nuk Arbri më fal, jo një sekondë. Po televizive përveç lajmeve, po të marrësh emisionin tim realisht. Jo më ta them unë. Ja sot për shembull nuk e di se sa deputet Partisë Socialiste kemi kontaktuar. Nuk e di sa, domethënë u bë e disajta javë që kur i kontaktojmë vetë deputetët thon po, dhe çuditërisht në mëngjes i del një problem shëndetësor, familjar, dhe është e qartë linja që s'duan dalin përballë. Dhe normal që është kohë televizive për opozitën. Dhe këtu shiqyr që kemi Partitë të Lirisë, se kanë marrë vendim dhe këta Partisë Demokratike që s'dalin asnjëherë. A jep kjo më shumë kohë opozitës? Tregon që media s'janë të kontrolluara. Më fal, lajmet, kronikat, o Arbri tani se flasim për një terren që e vuajnë për ditë. Ja pra ku e ke? O Arbri. Atë që thot OSBE-u Posta se kanë për mua kur tonë kontrolluar. Partitë e vogla ishin ato që u rebeluan më shumë dhe tanë që po llastoni këta partitë të mëdha dhe neve nuk na keni krijuar asnjë. Dhe nuk del. I ke lajme të kontrolluara si të goditë dhe opozita. Jo, për dëja del. Po lërë, dalë në konferencë dhe nuk jepet. Unë thash partitë më dha, kanë patur kushtet totalisht barabarta në pozitë. Nuk jam dhe, ore, nuk është çështja asaj në konferenca Berisha. Çështja është, nuk është ajo prezent, çështja është si kontrollohet ana editoriale e mediave, e lajmeve, pas kemi liri shumë madhe mediatike. Po se thot raporti. Pra raporti është kritik. E kontrolluar pra për mediat, e ke lexuar. Është kritik. Media e kontrolluar. Nuk e thotë kontrolluar. Po përqendrim çfarë do të thotë? Do bëjmë gjyqshqipe. Pra përqendrim. Kështu funksionon media në vende ndryshme të botës. Si të japin ata aksionet, siç ndodhin në vende ndryshme, nuk shikoj se ka diçka. Raporti, po të marrësh të gjitha pikat e raportit, nuk është i balancuar, nuk ka se si të jetë i balancuar përsa kohë që partia në pushtet gëzon disa favore më shumë nga opozita, se opozita nuk ka ça administratë të përdor, për shembull, partia në pushtet e përdor.
patronazhistët Më thuaj gjithë standardet e Kopenhagenit, nëse plotësohen me këtë raport. Nuk është kompetencë e OSBE Odirit. Nuk ka lexuar raportin për Italinë. Ka 20 gjetje të raportit OSBE Odirit për Italinë. Merri 1 për 20 zëra. Jemi 20 me 25. Shitderin e votës, e thot Itali. Edhe për çdo vot ku futet OSBE Odiri, shitderin e votës, përdorimi i shitderin e votës, vjen keq. Në fakt është në këtë raport shitderin e votës ta bën qeveria, sa ata kanë fondet. Ore nuk e ka. Kjo është e vërtetë që nuk e ka. Legalizime dhe me presionet e me të gjitha. Po nuk e ka në raport. E ke në raport. Shitblerja e votës, ma konstaton edhe kolegi. Jo, nuk është. Shitblerja e votës nuk ngrehet si shqetësim në këtë raport. Por nuk është çështja. Nuk është çështja e shitblerja e votës, është çështja e disa probleme përdorimi administratës përdorimi administratës, patronazhimi, TikTokut që ka patur efekt negativ në fushat, ta thot raporti OSBE Odirit, pensionet i thot. Këto janë problemet e administratës. Mos prisni që në 2025 raporti OSBE Odirit thot që dikush atje e mori armën edhe shkoi te qendra votimit me armë. Mos i prisni këto, nëse keni pritur këtë gjëra nga raporti, i bie që nuk e di ku jemi, ku në çfarë shteti relativizosh atë politikë për përdorimin e administratës. Nuk është e pamundur. Është njësoj pra si në zgjedhjet e 2021, po ka arritur në ekstrem. Pse nuk e ka Kosova përdorimin e administratës? Bëjmë krahasim me Kosovën. Kosova nuk është se ka zgjedhje më të mira se Shqipëria. Kosovë ka patur dhe vrasje. Absolutisht po. Sepse Kosova, ta them unë, jo nuk i ka. I ka më të shpejta në procesin e numërimit. Administrata nuk e ka të procesin. Le ta them se i kam ndjekur. Edhe vetë opozita në Kosovë pranon. Kosova ka një problem shumë të madh. Kosovë del partia fituese dhe ka manipulime të tmerrshme te kandidatët. Ka shitblerje masive vote të tmerrshme te kandidatët. Pra del partia, sepse sistem tjetër zgjedhor. Del partia fituese, partia 2, partia 3, por bën shumë allëzhverishe te kandidatët pastaj. Dhe ky është problem shumë i madh që ka Kosova. Kosova s'ka ndonjë qeveri me qeveria fjala. Edhe pse kanë kaluar zgjedhjet. Gjithsesi kjo është tjetër gjë. Po ti në Kosovë tjetër gjë se në Kosovë funksionon administratë, përdorimi i administratës. Albin Kurti këtu e kemi pra, ne kemi kaq. Ka probleme të tmerrshme. Albin, Arbrit, lutem. Hajde inshallah ke gojën e mbar. Fenomeni është. Sa ditë Albin. Inshallah. Në qoftë se në Kosovë fitoi Albin Kurti me një mas dërmuese mandatin e parë, humbin lokale. Sepse, pa dyshim që pushtetit konsumon. Çfarë ndodh këtu? Ty s'të bën përshtypje që në mandatin e 4 kjo qeveri shkon në 83 mandate. Sepse opozita u bashkua. Nuk të bën përshtypje, lëre opozitën më, se fajn opozita. Bashkimi. S'të bën përshtypje, ty si qytetar nuk të bën përshtypje që këtu ndodhin disa mekanizma se si ka mundësi që një parti e cila ka mandatin e 4 shkon në 83 mandate, nuk të lind pikpyetje ty si qytetar? Po më lind. Dhe nëse ti ke familjar njerëz i pyet ose njerëz që mund t'i njohësh, janë djerë të lirë gjithë këta qytetarë për të votuar, për të zgjedhur, për të folur. Ti ke sot njerëz që nuk guxojnë të flasin publik, mbajnë qëndrime intelektuale. Kemi patur në emisionet tona njerëz që kanë thënë çfarë kanë dashur. Në qoftë se ti asnjë s'është censuruar për të folur. Nuk po flas për studio, po flas për njerëz të cilët mund të ngrihen dhe të kërkojnë drejtat e tyre, se u ngritën pedagogët dhe i tha do të bëj vettingun unë. Erisa, në rregull. Ti e di që unë kam vlerësim për ty dhe për opozitën tërësi. Por prova, fakte, a do kishte kjo opozit për të rrëzuar zgjedhjet, u quajt fars. Doli një lajm. Gjithë denoncime që ka bërë Gazmend Bardhi pas zgjedhjeve, a janë reflektuar në raport? Si, më fal. Çdo dilte raportonte nga një denoncim Gazmend Bardhi në qarkun e Fierit. Jo, domosdoshmërisht, reflektohen në raport? Asnjë. Sepse kur shikon prova nuk Jo, ne pam dhe reagimin në institucionit prokurorisë që tha edhe Spaku që një pjesë e mirë e tyre janë të paprovuara. Kështu që edhe këtu thuhet që Spaku si një institucion drejtësisë është një prurje ose për herë të parë patëm një riorganizim ku 3 ose 4 institucione u bën bashkë, që zëja Spaku, prokuroria dhe policia. Ku për hir të vërtetës për Shqipërinë e kemi shihim shumë të lartë. Odiri thot që e mirëpresim këtë lloj lëvizje, por nuk lë pa goditur edhe Spakun, duke thënë që duhet ishte më i dukshëm, më eficient, më i shpejt. Domethënë operativiteti lë për të dëshëruar në kuptimin e asaj që gjërat nuk duhet i lësh të protokollohen brenda
institucionit të drejtësisë, por nëse ka raste flagrante të cilat duhen publikuar edhe duhen dënuar, patjetër që po. Dhe këtë e thot Odiri, nuk është se e ka mbajtur të fshet, dhe e ka inkurajuar pjesën që shumë mirë janë bërë kallëzime, janë bërë denoncime, por ndonjëherë nuk duhet edhe palët politike që të bien prej kësaj që hajde për numër të çojmë që kemi bërë kallëzime numerikisht shumë të mëdha, po thelbi është që ta gozhdojnë realisht me prova që bërtasin për mënyrën se si prishen zgjedhjet në Shqipëri. Kështu që absolutisht ne nuk jemi kundra institucioneve të drejtësisë, por besoj që dhe politika, po edhe ne, edhe ju si operator mediatik, po edhe ne si shoqëri civile, e kemi thënë që duhet jetë një zë më i fortë edhe më i shpejt reagim institucional që vjen nga organet e drejtësisë. Sepse vetëm mbaj aty, edhe pastaj mbas të vjelave në kuptimin e asaj që ne nuk jemi kundra që edhe mbas 3 vjetësh, se ne po shikojmë dhe president në vendet e tjera që për forma të ndryshme të korrupsionit po shoqërohen nga bashkëshortet dhe po shkojnë në burg, nuk jemi kundra që edhe mbas kaq vitesh të shkojë drejta aty ku duhet, por për raste flagrante të zgjedhjeve ku është një nam i madh që këtu shitet dhe blihet vota, patjetër që duhet të ketë një reagim më të shpejtë. Ishte një precedent në ditën e zgjedhjeve që ndodhi në një sim 5, ku ishte ajo zyra elektorale që u bë gjithë ajo zhurmë e madhe, dhe aty shkuan një pjesë e madhe përfaqësuesve të opozitës, shkuan media shumë, shkuan përfaqësues Partisë Socialiste, ata ikën të gjithë që ishin me çanta në krah dhe prisnin ndërkohë të kishte përfaqësues nga Spaku dhe zgjati jashtëzakonisht shumë koha për të mbërritur. Ishte shumë e nevojshme të vinin kohë për t'i thënë qytetarëve nëse kishte të drejtë opozita në çështjet që ajo ngrinte, apo Partia Socialiste në atë që thoshte që këtu s'kishte asgjë, ishte një zyrë krejt normale, që s'kishte asnjë problematik. Reflektohen këto dhe kur do kemi ne, domethënë se ende sot e kësaj dite, 5 muaj pas zgjedhjeve, nuk e dim se çfarë ka ndodhur në atë zyrë. Nëse ata njerëz janë pyetur, nëse janë marrë materialet atyre njerëzve, çfarë ka dalë nga ajo që ka ndodhur brenda asaj zyre. Unë s'kam informacion, ju keni? Jo, absolutisht, nuk është se ka ndonjë transparencë, por unë mendoj që forcat politike të cilat e kanë deklaruar edhe e kanë përforcuar dhe e kanë dhënë si një shembull konkret që shiko ç'a bëhet me zyrat elektorale të padeklaruara, nuk është se kanë qenë kaq insistuese për ta kërkuar këtë lloj. Ata vetëm po t'i kapnin, t'i mbyllnin brenda në zyrë, se nuk e di ç'a mund t'i bënin atë rast konkret. Jo, vetë shumë mirë që bëhet. Domethënë Bedin llogaridhënia e institucionit aty shumë keni arritur ta merrni përgjigjen çfarë ndodhi me këtë zyre, se kurse merrni ju, imagjino domethënë ne pjesa e qytetarëve. Jo, kanë telefonuar me orë të tëra, ajo është vërtet. Ajo duhet të kenë ditur shumë. Shiko, se edhe Spaku tani nuk do i shkojnë brapa agjendës partive politike. Jo, po, ajo ishte rast flagrant ditën e zgjedhjeve për të bërë transparencë çfarë ndodhi. Ai rast më duket është kaluar në prokurorinë e Tiranës. Mendoj që zyrtarët e BE ishin pranë komisionit qendror zgjedhjeve, patjetër që duhet ishin shumë më të shpejt në lëvizjen e tyre, sepse kjo ishte edhe risia e kombinimit të institucioneve. Tani krijimi ishim një BKH që mora thjesht një rast për të kuptuar që sa transparencë ka në raport me këtë kjo struktura që kishim, ë. Zgjedhjet në Shqipëri janë arkivuar. Këto zgjedhje janë arkivuar. Mbaruan ato, flasin për tyre. Tani që të jemi të sinqertë dhe t'ia themi opinionit publik, opozita, mësimi më i madh që duhet nxirret në këto zgjedhje, duke se e kanë nxjerrë, por e kanë nxjerrë në një situatë e cila është tërësisht pa ndonjë valencë të madhe politike, që janë zgjedhje të pjesëme lokale, që është bashkimi i gjithë faktorëve opozitar. Ka reflektuar. Kjo mungoi në zgjedhjen 11 majit. Sepse votat, po të shikosh, nuk është një diferencë e jashtëzakonshme. Diaspora ka bërë diferencën. Nuk e ka bërë vota e Shqipërisë. Do ndalemi te vota diasporës me njëherë pas reklamave. Pas reklamave. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. E përfunduam pjesën e parë duke folur për votën e diasporës dhe dua që të rikthehem sërish kësaj çështje diskutimi, sepse në raportin e OSBE Odirit është vlerësuar si çështje. Zoja Xhixho, u surprizuat nga konstatimi për të vlerësuar votën e diasporës? Do të kisha dashur një analizë më të thelluar për votën e diasporës. Padyshim që ishte një hap pozitiv që u dha një drejt kushtetuese votuesve nga jashtë shqiptar për të votuar në zgjedhje, por menaxhimi dhe implementimi i kësaj votës pati probleme thelbësore. Dhe duke filluar që nga zarfat, dhe kam denoncime publike në kuvend
kur kam shkuar në Milano, kur kam shkuar në Gjermani, kur kemi shkuar në Greqi, që të gjitha zarfat, Partia Socialiste i porosiste që të shkonin në një pikë dhe në një adres, ku plotësoheshin aty, ku merrnin njerëz, po të them edhe familjar, dhe i thonin, përshëndetje, jemi nga Partia Socialiste, vjen ta ulan balla nesër, ju presim takim. Pra, përdorimi i votës së diasporës, mënyra se si Partia Socialiste e instrumentalizoi dhe e menaxhoi, absolutisht që rasti i Greqisë u tha këtu, po dhe raste tjera, pati për mua ka qenë një dështim shumë i madh menaxhimi i votës së diasporës. Sepse është pritur që për hir të atyre qytetarëve që janë absolutisht më të lirë, po ti kisha administratën publike dhe ne ja kam çuar dhe OSBE-s, që çdo punonjës administratës publike duhet bënte 10 vota në diasporë, me formular të denoncuar në media dhe kudo. Dhe ku presioni administratës të personit që punonte këtu shkonte në diasporë. Pra, ka qenë dhe mekanizmi, prandaj flasim për mekanizmi se si funksionon ky patronazhim, i cili absolutisht i heq lirinë, se ne nuk flasim për njerëz që janë të lirë të shkojnë në zgjedhje, të vendosin absolutisht, po janë drejtën e tyre dhe ne këtë duam. Çështja që këtu ndodh nëpërmjet presionit punës, nëpërmjet presionit biznesit, nëpërmjet presionit legalizimeve dhe çdo gjë që mund të ketë një hall familjar, një familje deri tek shëndetësor, tek kempet, e mos flas të ndihma sociale etj. Çdo gjë përdoret për qëllim elektoral. Dhe kjo fatkeqësisht u përdor edhe në votën e diasporës. Dhe padyshim që kërkohet një hetim se si është keq përdorur, se si zarfa kemi pas raste të cilët kanë dashur të votojnë dhe i kanë thënë jo, ti ke votuar, ka hikur zarfi. Deri në këto raste absurde kanë qenë. Shiko, në këtë rast, raporti e përshëndet si një hap pozitiv bërjen të mundur të votës diasporës, si kurse e tha edhe zonja Xhixho si një e drejt kushtetuese edhe tyre shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit për të ushtruar të drejtën e votës, por këtu fajin ja le partive politike, sepse partitë politike e bën të mundur në limitet kohore votën e diasporës. E në këto kushte, nuk e di cila palë priste që ishte perfekt procesi, por raporti evidenton qartë që faji për mbase çfarë ka ndodhur, është i palëve politike, sepse nuk arritën ta bënin në kohë dhe mbase opozitat mos ta pranonte votën përmes postës nëse nuk do i kishte garancit e duhura, ose ta kundërshtonte procesin derisa të fitonte sigurinë se do të ishte një proces i drejtë. Po, a do kritikoj opozita në raport nëse do kishte thënë jo për shkak të këtyre çështjeve? Duhet ta kishte kalkuluar vetë si kosto. Nëse kostoja ishte më e madhe e bërë në një mënyrë të tillë, pra me gjithë problematikat e dukshme të këtij procesi, apo nëse do të kishte koston e një, po themi, akuze të qytetarëve që nuk pati vullnetin për të bërë të mundur votën e diasporës. Duhet ta kishte llogaritur si kosto. Shiko, edhe ky element e rrëzoi pretendimin e opozitës që vota e diasporës u manipulua, u tjetërsua, pra raporti e vlerëson nga A-ja te Z-ja, gjithë procesin. Pra ra një tjetër kauzë që do thot në fund të ditës nuk është problemi i mekanizmave elektoral. Problemi është tjetër kundi humbjes së zgjedhjeve. Mund të ndikojnë mekanizmat elektoral që mund të favorizojnë partinë në pushtet, sepse kështu funksionon sistemi. Por nuk është mekanizmi elektoral që të jep humbjen, ose mekanizmi elektoral që të japin fitoren. Është organizimi. Opozitës e kemi thënë që në fillim. A ishin me burime të njëjta? A kishin burime të njëjta për të ndikuar të vota diasporës? Po s'mund t'i kenë burime të njëjta. Di që gjithë bashkia e Beratit shkonte në Greqi, gjithë administrata, po s'mund t'i kenë burime të njëjta. Po patjetër më. Edhe bashkia e Rëshenit ka shkuar në Itali. Jo, të duket normale. Bashkia e Rëshenit që ka opozita ka qenë në Itali. Në raport e ke shumë qartë, shife raportin për, do të thënë, bashkitë të menaxhuara nga opozita nuk kanë kryer evente ndryshe nga ato të marrë. E ke në raport. Ja ku e ke në raport. E kemi në raport. Se tani vota elektorale, vota e diasporës u manipuluan. Të duket normale që bashkia të zhvendosë dhe tiki në Greqi e gjitha në orar zyrtar që duhet të shërbejë qytetarëve. Kush kelja këtu? Në fundjavë mund të bëjnë njerëzit e administratës. Jo, gjatë gjithë kohës, me muaj. Njerëzit e administratës lejohen që të bëjnë politikë pas orarëve zyrtare. Me muaj, po flasim me muaj të stacionuar, po flas. Nuk e di. Nga denoncime në terren që kam qenë vetë në Greqi. Raporti thotë që kanë ikur me muaj.
Unë po flasë nga eksperienca në terren, unë po të flasë si. Unë po flasë për raport. Da një qëndrim ndryshe arbri personalisht nga raporti. Përdorim administratë. Ja, një sekund. Mendon që raporti nuk ka evidentuar gjithë problematikat që kanë ndodhur me votën e diasporës? Shiko, unë nuk besoj që ka patur problematika me votën e diasporës në atë masë që u paraqitën nga opozita. Opozita i nxori këto pretendime pasi e pa që trendi ishte humbës. Gjithkohës ka qenë vota e diasporës është vota që nuk shitet, po nuk shiten ata për 50 euro. Se si janë si shqiptarët ata. Kështu thoshin profesorët të opozitës. Hapini, shikojni. Pastaj e ndruan repertorin, në momentin që dolën rezultatet, ato që dolën. Jo, faktuan në formularin. Formularin që përdorën e administratë. E pan trendin. Formularin e administratë. Si, gjdo antari administratës bëj 10 vota nuk po e mposhtin dot, e pan që nuk e përbalonin dot. E ke parë formularin Arbri. Ke informacion nëse përfaqësues? E kupton që administrata, si shkelje? Se do ta ke detyrim administrata që të sjellin? Sepse qëfar ndodhë, të gjitha ta që në administrat, ju lejohet merë me politikë dhe të PD-ja dhe të PS-ja pas orari zyrtar të punës. Një drejtues që ka status të nënpunësit civili lejohet merë me partim? Pas orari zyrtar të punës. Dhe të bëj presion. Pas orës 5 merët me parti politike. Dhe të bëj presion, dhe qytetarëve. I lejohet. Po në qoftë se ky zyrtar nuk i çon këto 10 emra, hiqet nga vendi punës? Absolutisht po. Se jam cilësinë e Ramës. Dakor, pra, po them a kemi ne të drejtë që të dyshojmë që në qoftë se 1, 2, 10 nuk e çon këto formular hiqen nga puna? Të dyshojmë, të kritikojmë sa të duash, po patjetër është e drejtë. Ne për këtë punë jemi këtu. Por nuk mund themi që tani kjo erdhi, u bën këto dhe prandaj humbi opozita. Të gjitha sondazhet një vit para, 12 muaj para, 11 muaj para zgjedhjeve, deri ditën e zgjedhjeve, kanë qenë konstante që opozita po humbiste. Dhe arsye dihen tash se s'dua të jem kritik me opozitën, por nuk është dita e zgjedhjeve e cila i solli humbjen. Këta kanë qenë që lavdruan procesin e votës së diasporës. Ndërkohë ekspertët e paanshëm i thanë, vota e diasporës në këtë mënyrë do kthehet në një votë familjare, sepse postieri e dorëzonte shtëpia dhe te shtëpia nuk di se çfarë ndodh. Ja thanë këtë. Jo, thanë, ishte propozimi i zotit Bylikbashi, i cili nga një sistemi si do ishte me telefon ose sistem kompjuterik që ishte me fytyrë, zgjodhen këtë sistem dhe prandaj u vonua. Pra, mos ishte posta shqiptare, ishte DRL-ja etj. E bën vetë. Tani e bën vetë, kur si u pëlqeu rezultati, thanë, po pas ka problem kjo, sepse ne dolëm keq. Nuk funksionon kështu sistemi. Sistemi funksionon, o është i mirë ose është i mirë që në fillim. Mbrapa tani çfarë themon? Humbën dhe votën, diferencën që ka pas Partia Socialiste, ja ka bërë vota e diasporës. Tani ne dinim shumë që këta ishin të paorganizuar në diasporë. Nuk e përballuan siç duhet. U kujtuan me vonesë, 1001 arsye. Nuk kishin financa për shkuar në diasporë, nuk kishin zyre elektorale. Po nuk kushton shumë sot të ikësh në një udhtim në Berlin. Të bësh event? Nuk kushton shumë. Dhe unë besoj që i bëri më shumë ka bërë Partia Shqipëria Bëhet. A mund, si ka mundësi, një parti e re, gjeti më shumë fonde, po dhe ata mund të vota nga diaspora. Jo, ata janë të pak kënaqur nga vota diasporës. Po gjithsesi. Ata vetë thonë që ne kemi dështuar me votën e diasporës. Po pra, po më shumë evente, thashun, i bën ata. Pikpyetje është edhe mënyra se si kanë gjetur ata financat për të... Sepse dhe kjo deklarata që na i kanë dhënë me donacion. Auditin e financave. Po unë po them atë që ka ndodhur. Çdo gjë ka qenë aty, çdo gjë kemi thënë. Dhe ka qenë opozita e cila lavdronte këtë procesi asnjëherë më parë. Tani thotë që ishte manipuluar. Unë nuk e kuptoj ku ishte manipuluar procesi i diasporës. Këtë nuk po e kuptoj akoma. Mund ma thotë dikush nga opozita. Fakti që iku administrata PS-s, vajti atje dhe bëri fushat. Kush manipulimi? Ja pra po ta them unë që kam denoncime konkrete që kam bërë dhe në kuvend. Të gjitha zarfet shkonin në një adres raportoheshe dhe për kujdese e Partia Socialiste që të shkonin në një adres, që është e jashtëligjshme, sepse duhet shkonin në adresën e shtëpisë së gjithë secilit që kishte drejt në votos. Po të them në Itali dhe në shumë vende është bërë kështu, që është e jashtëligjshme. Jo, ajo është përcaktim ligjor. Ai është përcaktim ligjor dhe shkelje e ligjit. Qofse ti thua që jam në filan adres, që nuk është shtëpia jote, por është një zyrë elektorale dhe aty të plotësohen të gjitha. Partia Socialiste pra po të flas. Si e bënte Partia Socialiste? Po Partia Socialiste ka pas denoncime në kuvend. Ajo be jep kartë identiteti më. Jo më jo, kartat mblidhen, kartat identiteti. Pra u manipuluan diaspora. Ta shpjegoj unë si mendoj që mund të kenë ndodhur. Po mirë, opozita thënë manipulohet. Në qoftë se ti je një përfaqësues i administratës dhe duhet të çosh 10 emra, atyre 10 emrave i mbledh kartat. Nëse nisemi nga premisa
që ata mblodhen kartat në Berlin, mblodhen kartat në Glasgow, Greqia, Italia kanë qenë më problematike. mblodhen kartat në Singapur. Tani unë nuk bëj të diskutim, se di adresat, o Arbri më ndiq pak. Ose në Afrikën e Jugut, edhe Madagaskar ishte pas votus. Dhe vendos një adres. Ata e bën diferencë. Tu se nuk ta them dot pastaj. Tani, përsa i përket të zarfit, sepse kam qenë pjesë e Komisionit Reformës Zgjedhore dhe ka qenë një diskutim për çështjen e zarfit. Dhe praktika e tillë Arbri që zarfi shkon në shtëpi është një praktikë ndërkombëtare. Pra nuk është se kemi shpikur rrotën, por kështu ndodh edhe në vende tjera që kanë të sankcionuar të drejtën e diasporës. Nuk kishte asnjë mekanizëm tjetër. Dhe mënyra se si është përdorur administrata publike duke shkuar, siç të thash, mënyra se si është përdorur nga patronazhistët për të dhënë një adresë dhe për ta plotësuar në një zyrë elektorale zarfa të caktuar, se si janë gjetur zarfa të hapur, se si nuk kanë shkuar zarfa tek qytetari etj. Me radhë janë gjitha që dëshmojnë dhe duhet ta pranojmë që kemi një problematik me menaxhimin e votës diasporës. Qofse më thua je pro apo kundër votës diasporës, pa dyshim që ishim pro, sepse ishte një drejt kushtetuese e votës diasporës dhe ne që në themelim e kemi pasur objektiv votën e diasporës. Partia Demokratike mekanizmin e gabuar, pranoje. Partia Demokratike zgjodhi mekanizmin e gabuar. Ky që mekanizmi gabuar, të gjithë ekspertët e u kanë thënë. Një mekanizëm që ka qenë në praktika të tjera të vendeve të tjera, mos e nuk shpikëm gjë. Për mua duhet me elektronik, me fytyrë dhe me dhe është propozim edhe i Celi Bashti. Tani që procesi ka patur probleme, ty ta ka thënë kryetari e Komisionit Qendror Zgjedhjeve që deri vonë nuk i ka dhënë as parat kompanisë postare për shkak të problematikave, për shkak të verifikimit që i ka bërë firmave, por edhe për shkak të dyshimit se ka shkelur kontratën koncesionare duke nënkontraktuar kompani të tjera që bënin të mundur mbledhjen shpërndarjen dhe mbledhjen e votave në postë. Kështu që procesi ka patur problematika, këtë duhet ta pranojmë. Po janë probleme në shpërndarje, po jo problem manipulim. Që procesi ka patur problematika dhe jo domosdoshmërisht duhet kishte manipulim që të evidentohej në Arbër. Jo domosdoshmërisht duhet kishte manipulim që të evidentohej në raportin e OSBE-s. Të tjera. Ku është manipulimi këtu? Rama si më ta kontrolloj këtë? Arbër është tjetër gjë akuza opozitës dhe është tjetër gjë që problematika që ka patur vota e diasporës mund të ishin evidentuar edhe në raport. Tani që ka patur problematika edhe nga partitë politike, ka patur nga të dyja palët, sepse kemi parë video në rrjetet sociale edhe që kanë mbledhur zarfa për Partinë Socialiste edhe që kanë mbledhur zarfa për opozitën dhe i kanë hedhur në video në rrjetet sociale duke thënë që Edi Rama ja 10 vota kam këtu për PD-n. Vot familjar. Problematika është nga të dyja anët në këtë rast edhe nuk është manipulim, ne nuk e masim dot nëse është manipulim më shumë i Partisë Socialiste apo edhe i opozitës që me shumë të drejtë mund na lind pikë pyetja që mund të jetë manipuluar edhe nga opozita. Pastaj që opozita ka patur vonesa dhe mungesë koordinimit theksuar në votën e diasporës, këtë e di i madh dhe i vogël sepse kushdo që mbulon nga ne gazetarët zhvillimet politike, po edhe njerëzit besoj e kanë kuptuar që opozita ishte shumë e papërgatitur për të shkuar në terren edhe për të punuar me diasporën. Mund të flasësh konkretisht edhe ne konkretisht pra isha një forcë politike që lideri i forcës që drejton Partinë e Lirisë u rrëmbye disa muaj çfarë ndalon të tjerët të bënin fushatën se e keni këtë vetëm lideri nuk funksionon kështu partia duke punuar vetëm lideri se së dyja partitë më të mëdha të opozitës këtë tonë na u godit liderin edhe po punoni çfarë ju ndalonte patjetër u godit lideri shkoni punoni ju tjerët nëse u godit lideri edhe nga të gjitha së liderve të opozitës. Dhe pa dyshim që opozita në gjithë të 4 vjeçar ka qenë një goditje dhe një përdorim të drejtësisë si armë politike ndaj kundërshtarëve politik. Nëse angon ishte Edi Rama, e dim të gjithë. Gjithsesi po ishte një bonus për opozitën. Jo, ishte një bonus për opozitën. Bonus politik.
po Partia Socialiste në Tiranë. Shkojmë për incineratorët. Te zoti Meta biem dakord. Po pra, po të dy arrestimet I bën ti, arrestim në Zyr, duke e shoqëruar te makina dhe arrestim ditën me diell. Me kapuç, me polic me kapuç, jo, me polic me kapuç, me polic me kapuç, të pa identifikuar, pa vendim gjykate 3 orë të mbajtur, me shkelje të faktuara nga avokati I popullit, janë dy standarda. Te zoti Meta, te zoti Velia I biem dakord. E pe Sarkozin si shkon për grup kriminal Sarkozia. Për grup kriminal. Mënyrën e arrestimit gjithë e janë ky është diskutim tjetër pastaj. Po pra dhe po të them, zoti Berisha jo. Zoti Berisha nuk ju përgjigj urdhit të paraqitjes. Një vit. Ishte antikushtetues. Dhe ju shtanduar psikologjikisht nga... Jo, është antikushtetues, pjesërisht më ta tha mënyra procesit ishte antikushtetuese. Dhe në këtë situatë, ku dhe raporti Odir të thotë që ka pati përndjekje të liderëve të opozitës, pristi që në tetor të arrestohet, të rëmbehet lideri I Partisë Lirisë dhe ti të kesh një fushat si gjithë tjera, sepse në 20 vjetë që kam unë që bëj fushat, kjo ka qenë fushata padyshim më e vështirë, se në momentin që të mungon lideri, padyshim që ka vështirësi të shtuar. Opozita thotë që për ju ka qenë lehtë se ishit në lista. Thot opozita, një pjesë. Kishim presidentin në listë hapur. Mirë, po gjithsesi opozita. Në rregull me një vendimarrje shumë të fortë. Po e mbajmë, po them. Ishte I vështirë komunikimi me liderin nuk ishte I vështirë komunikimi gjatë fushës. Po jashtëzakonshëm. Si komunikonit? Aleati juaj. Sa letra mund të dërgonit? Ai komunikonte me gjithë qytetarët me letra. Jo, me ju, po them që ishit në krye të fushatës. Mbi 10 në ditë, gjatë gjithë ditës, me sugjerim nuk lejoan as fletushkat që t'i shifte. Ishit merak se letrat lejoheshin para? O, prandera, ditën e zgjedhjeve, qofse Ervin Saliani u lejua me kamera të votante, Ilir Metës ju ndalua dhe ditën e votimit për të votuar dhe për të dhënë një deklarat siç e dhanë edhe të tjerët, që e kemi denoncuar edhe këtë gjë. Dhe konfirmojmë, por nuk është justifikim. Që ndaj Partisë Lirë dhe patjetër që ka qenë goditje politike ndaj Ilir Metës dhe goditje politike ndaj Partisë Lirisë këtu e që në 2008-ën është ky represion, por në këtë situatë, padyshim që të pretendosh që ne të kishim një organizim perfekt në diaspor, është utopi. Dhe fakti që mua e vlerësoj fakti që OSBE Odir e ka pasqyruar këtë situatë të opozitës. Ishit merak se letrat lexoheshin? Jo, sepse kanë qenë puna, nuk kam asnjë lloj problemi të tillë, jo fare. Do më lejosh pak për jo, thjesht kisha kuriozitet për mënyrën e koordinimit. Votën e diasporës. Ajo që vlen të theksohet është që si një eksperiencë për herë të parë, le të themi edhe për kohën shumë të limituar që pati edhe KQZ-ja për ta organizuar, Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, le të themi që procesi I regjistrimit ishte një proces I cili nuk themi dot që shkëlqeu, por e gjithë inkurajimi që ju bë votuesve jashtë territorit shqiptar ishte në limitet e rekordit për t'i ftuar ata edhe për t'i edukuar në mënyrën se si duhet të regjistroheshin në atë platformë të përgatitur nga KQZ-ja, natyrisht mbi 286.000 të regjistruar, por që pati edhe një përplasje pastaj po pra politika e inkurajoi në pjesën e përdorimit të dokumentit me ID, pa ID, me pasaport vjetër, me pasaport të re, megjithatë u quhet një proces I suksesshëm pjesa e regjistrimit. Pastaj tek pjesa se si u bë realizimi I shpërndarjes, filloi mirë, filloi me entuziazëm, u mendua që nga ritmet e regjistrimit dhe nga fluksi I madh ishte që gjithë do të konsideroheshin votues, por kjo nuk ndodhi dhe absolutisht që a ka problematika në teren, të gjithë ne e pam që pati përplasje, pati edhe nuk u zbatuan si thua të gjitha kriteret e mënyrës se si kishte përshkruar ligji 1-1. Domethënë që nga ajo pjesa që DHL-ja do t'i shkonte individualisht edhe brenda familjes. Nuk pranohej që kryetari I familjes të mblidhte edhe ta merrte fletën për gjithë familjen, po duhej që secili individ brenda familjes ta merrte fletën e votimit në mënyrë individuale.
ka pas raste që është respektuar, ka pas raste që edhe nuk është respektuar, sepse edhe vetë shqiptarët që ne kemi folur, kemi diskutuar, e kemi parë që edhe në humor thonin që edhe ata punëtorët e DL-s ishin jo vëndalin, janë njerëz që vinë që punojnë si refugjatët që punojnë andej, edhe ndoshta edhe gjua nuk e dinin shumë mirë, edhe thonë që merr edhe për Gertën edhe për pramberën, edhe mblidhit gjitha bashkë edhe shpërndaje në familja. Deklarimi dhe publikimi i hedhjes së zarfeve në rrugët e Europës apo edhe të Amerikës, patjetër që është një fenomen i cili kërkon një vëmendje të veçantë dhe e ka kapur Odiri si pikë të fortë, duke thënë që ndoshta për ta superuar edhe për t'ia atashuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që KQZ-ja duhet të marrë masa drejt votuesve për të minimizuar friksimin e votuesve që të votojnë, jo vetëm në diasporë, por edhe në Shqipëri, dhe pjesa tjetër që duhet patjetër një lloj ndërgjegjësimi dhe edukimi non-stop, jo vetëm në periudhë zgjedhore. Domethënë ti duhet merresh me votuesin për ta edukuar që të kuptojë rëndësinë e votës dhe rëndësinë e procesit të zgjedhjeve, jo vetëm në fushatë elektorale, por ndoshta edhe midis dy proceseve zgjedhore duhet ta konsiderosh, dhe KQZ-ja dhe institucionet dhe aktorë të tjerë që i duan zgjedhjet shumë në Shqipëri duhet ta marrin shumë seriozisht këtë pjesën që të kesh këtë lloj feedbacku që qytetarit jetë barrier edhe mos bi pre ofertave të palëve politike për ta shitur votën, pavarësisht i sistemit që palët politike dhe aktorët politik kanë që në forma nga më të ndryshme përveç se administratës, patronazhimit, por edhe partitë e tjera janë lakuar që kanë operuar me paratë e tyre për të blerë votat e qytetarëve shqiptar. Kështu që ky është një moment që a ka problematika Shqipëria në respektimin e ligjit e kodit zgjedhor? E kemi thënë me mira herë që patjetër që po në ligjet i kemi shumë të mira, por ne vuajmë se devijojmë për të implementuar edhe për të zbatuar. Fakti pastaj që ne kemi kërkuar vazhdimisht edhe nga KQZ-ja dhe nga kryekomisioneri Celibashi që të ketë një lloj transparence, se kur u hartua ajo kontrata me DHL-n, unë nuk besoj që DHL-ja nuk e dinte që do të shpërndante votat edhe atje, edhe në ishuj, edhe e matan ishujve. Kështu që patjetër kjo duhet ishte një lloj diskutimi që ishte menduar edhe më përpara, dhe ndoshta duhet kishin marrë dhe një feedback paraprakisht nga DL-ja që kjo është një kontratë për ty dhe jo për subkontraktorët e tu që nuk i kanë deklaruar paraprakisht. Mendoj që janë ca fenomene që nga ana ligjore ne do të shikojmë, e ka premtuar kryekomisioneri që do të jetë shumë transparente ky proces, dhe të shikojmë që a do jetë ajo vendosmëri që ato para që nuk i meriton DL-ja mos i marri për sa kohë ka krijuar këtë lloj kaosi edhe këtë lloj konfuzioni me votuesit shqiptar jashtë territorit të Shqipërisë. Po, Pramera, unë mendoj që duhet të ndalemi pak tek momenti ku raporti citon faktin që u zbe dallimin midis shtetit dhe partisë, që në përdorimin e administratës publike, të fondeve, deri tek bonusi. Dhe citimi i Kartës së Kopenhagenit nuk është për procedurë në raport. Është fakt që shkelja e kritereve të Kopenhagenit për drejta për zgjedhje të lira dhe ndershme, për mos përdorim të fondeve e tjera me radhë, është një farë goditje për legitimitetin e zgjedhjeve. Dhe mendoj që është një nga momentet më të rëndësishme të këtij raporti. Pra në momentin që ti thua që u zbe diferenca e shtetit me partin, praktikisht i e kthyer në komunizëm, parti shtet. Pra praktikisht në fjalë të thjeshta, ky raport ka thënë që qofse në zgjedhjet lira dhe ndershme duhet jenë të ndara funksionet zyrtare të administratës nga veprimtaria e partisë në zgjedhje elektorale, fakti që këto janë një, do të thotë që ti praktikisht ke shkelur një nga kartat më të rëndësishme që sankcionon kriteret e zgjedhjeve lira dhe ndershme. Dhe praktikisht të ka rënë gjithë standardet minimale të zgjedhjeve lira dhe të ndershme, dhe kjo e thonë e zeza mbi të bardhë. Dhe për mua ky është një denoncim shumë realist dhe një raport shumë i mirë që thekson është kanë qenë edhe në raportet tjera. Pra fakti i përdorimit apo i lidhjes së partisë me shtetin kanë qenë edhe në raportet më të para. Por këtu vihet teksti dhe tetësënimi i kartës, i shkeljes së kartës së Kopenhagenit, që është shumë e rëndësishme mendoj. Evidentuam këtë pjesë në fakt që
po themi përdorimi i administratës ka holluar atë vijën mes opozita të reflektojë këtu edhe të marë masa që duhura që... Çfarë do të bëjë opozita? E para, unë mendoj që... Çfarë do të bëjë opozita? Çfarë duhet të bëjë që tani opozita për ta rregulluar përzgjedhjet e 2028? Unë jam e mendimit që raporti ka evidentuar shumë problematika të procesit zgjedhor të 11 majit, por nuk ka justifikuar humbjen e opozitës. Që do thotë, për mendimin tim, gjithmonë, rezultati i dobët i opozitës nuk ka ardhur vetëm si pasojë e këtyre shqetësimeve që ka adresuar edhe OSBE Odiri. Opozita duhet shkoj për te kësaj, opozita duhet të reflektojë nga këto problematika, duhet shoh ku është pjesa vetë e përgjegjësisë dhe mbase të mos e lërë më fushën e lirë për të shkuar drejt zgjedhjeve, aq në mënyrë aq të hapur sa çka bërë edhe në arritjen e dakordsive që ka patur Partia Demokratike dhe opozita shumë thjesht dakordsitë e minutave të fundit me mazhorancën edhe për këtë votën e diasporës që e kritikojnë sot dhe nga këtu duhet ta nisë opozita. Opozita duhet bëjë një oponencë më të fortë për ndryshimet që do të vinë në reformën zgjedhore. Dhe duhet kërkojmë me ngulm që ndryshime që do bëhen në reformën zgjedhore të nisin që tani dhe të mos zvarritet me qëllim nga të dyja palët politike, dy partitë e mëdha politike që shpeshherë kanë vepruar edhe në kurriz të partive të vogla, mes të cilave edhe Partia e Lirisë dhe zonja Xhixho e di mirë këtë edhe pse mbase shëllimi politik e ndalon që ta thot me zë të lartë sepse normalisht ajo duhet jap mesazhin e një opozite të bashkuar, por shpesh herë ndryshimet që janë bërë për reformën zgjedhore kanë qenë edhe në kurriz të partive të vogla. Kështu Partia Demokratike duhet marrë tashmë rolin e asaj partisë që nuk sheh vetëm interesin e vet të ngushtë kur bëhen ndryshimet për reformën zgjedhore, por të mendoj pak edhe për mënyrën se si sistemi mund të favorizojë partitë e vogla dhe partitë e reja në mënyrë që këto parti të marrin pse jo vota nga Partia Socialiste. Pra duhet gjej mekanizmin që ndryshimet në reformën zgjedhore të mos jenë ndryshime që do t'i shërbejnë interesit të ngushtë të Partisë Demokratike, por ta shoh pak më gjerë të gjithë opozitës. Të bëj një... Jo, vetëm për një ndërhyrje e drejtë. Por kemi unë nuk e shoh problemin të ligjit, kishim një marrëveshje të 5 qershorit i cili lejonte koalicionet parazgjedhore. A dyshim bie dakord për sistemin. Sistemin 2008 kemi bërë grevurie, pikërisht sepse kemi thënë që ky sistem zgjedhor favorizon kryetarët e partive të cilët vendosin për deputetët. Dështuat po prap, ndodhet listat më keq në korrik të vitit kaluar. Sepse nuk ishte vullneti politik për t'i hapur listat 100%. Insistoni deri në fund pse duhet shkosh dhe duhet të pranosh sa kemi mundur. Vullnetin po më shohim ne që PSJ-ja nuk e ka vullnetin politik, mirë po pranojmë ne, po pranojmë ato kushtet e Partisë Socialiste. Është tjetër gjë ta thuash në deklarata dhe është tjetër gjë të bëni veprimin politik atje kur shkoni dhe ngrini kartonat për të votuar atë mbylljen më keq të listave. Erdhi Damian Gjiknuri sa unë bëj vetëm votën e diasporës. Ta bojkotonit. Pse keni kështu? Dhe asgjë atje dhe vendimin e gjykatës, 2 vendime të gjykatës kushtetuese. Kaq nuk bëj asnjë reformë dhe nuk ka pasur reformë. Pra ti praktikisht nuk e pasur reformë. Se mendojmë ne që tani do jetë ndryshe. Ja e tha zonja që ka një eksperiencë shumë të madhe me zgjedhjet. Në 5 qershor thuaj qartë në ligj, 4 muaj nuk përdoren. Po lëni 5 qershorin se iku 5 qershorit tani se jemi në tetor 2025. Kodi zgjedhor. Po i citoj sepse u vendosën atëherë për të mos u përdorur burimet financiare. Tani jemi në kushte të reja. Daniela, e ke në ligj 4 muaj nuk duhet përdorësh resurset financiare. Që kur të caktohet data e zgjedhjeve, pra unë po them jemi në një realitet komplet të ri politik. Opozita se ka qeveria se qeveria i ka aktivitet dakord për shubiem dakord po themi çfarë do bëni tani nëse fajtori është Edi Rama edhe ne vetëm rrim vajtojmë dhe shajmë këtu se fajtori është Edi Rama unë po të ngrënë një shqetësim që ligji është shumë i qartë dhe nuk zbatohet.
Pra praktikisht 4 muaj ti nuk mund të përdorësh financat publike dhe ai ta merr vendimin në dhjetor dhe ta zbaton një javë para zgjedhjeve. Ti pse futesh në zgjedhje? Si pse nuk e bëjmë më atë gabim? Pse nuk rriti protesta atje para kryeministrisë, po mbën ca xhiro, sa mi mbyll sy qytetarëve që hajt bën protestat e Partisë Demokratike dhe opozitës përpara zgjedhjeve të majit kanë qenë protestat më të dobta që ka bërë Partia Demokratike dhe opozita. Protesta në kundërshtimin tim më e fortë që ka pasur dhe e fundit më e fortë ka qenë ajo e 7 korrikut. Ka një problematik. Pas protestës së 7 korrikut që ishte një protestë masive, çdo gjë tjetër ka qenë në numra më të ulët. Thjesht për të treguar që hajde po protesta. Po sigurisht sepse ti imponohesh. Ju nuk futemi në zgjedhje pa qeveri teknike, iku harrua qeveria teknike për 2-3 herë. Me kodin zgjedhor që thua ligji duhet bërë reforma tjetër. Po të jap një rast që ligji është shumë i qartë dhe thot 4 muaj ti nuk duhet përdorësh financat publike dhe të vjen sot raporti dhe të thot 9 muaj. Po, sepse e ke shkelur. Të thot mos përdor administratën publike pra ligji, vota sa ke, imponoju. Jo shlish si ti imponoju, mund pres që ta zbatoj qeveria, po qeveria nuk zbaton vendime e gjykatës kushtetuese. Po mirë, si po themi çfarë duhet bëj opozita, po mirë rini shani, opozita duhet të jetë shumë aktive në tryezën për reformën zgjedhore. Padyshim që po. I ka zhvlerësuar edhe gjithë institucionet, parlamenti është bërë qesharak, presidenca është bërë qesharake, edhe të ndaroj Rama mbret. Kryetar të bashkimeve. Tani, çfarë mund bëj opozita? Nuk besoj që ka në gjë të jashtëzakonshme për të bërë opozita. Prapte kjo përfundua. Çfarë do të bëj opozita? Ne po flasim për raportin. Po jo, okay, dakor. Na ngriti pyetjen pranverë. Unë e ngrita. Tash çfarë duhet bëj tani për 2029? Dhe unë nisa nga reforma zgjedhore. Pra që brenda vitit të bëjnë atë që po bën tani me zgjedhje të pjesëme lokale, duhet ta kishte bërë në 11 maj. Të bashkoheshin. Jo vetëm të bashkohej, po të merrte figurat cilësore të mira nga jashtë. Dakor, kam një pyetje këtu. Nëse këto figura dështojnë, pra në zgjedhjet e nëntorit, asnjë prej këtyre figurave nuk fiton. Çfarë ndjeje kaq pesimiste? Po them, nëse kjo ndodh, bie si tezë? Jo, coptimi i votës opozitës bie dakord me Arbrit. Padyshim e kam thënë dhe vetë që coptimi i votës opozitës çon në ullit e majorancës dhe gjithë angazhimi jon në këto zgjedhje lokale ishte që këtu kemi keqeverisjen, kemi Edi Ramën dhe për hir të ikjes dhe largimit e Tiranës dhe dobësimit të tij, sepse duke u marrë Bashkia e Tiranës është një dobësim i jashtëzakonshëm dhe goditje ndaj kësaj qeverie, padyshim që është shumë mirë që opozita në këto zgjedhje do dali e bashkuar. Duhet ta kishte bërë më përpara, patjetër më bie dakord. Por, shif dhe kontekstin, sepse unë vija në studio dhe më shumë kisha debat me opozitarët që i bënin opozitë. Mirë që së bashkuan por jo se ka munduar vullneti. Se do na ishte bashkë kryeministri. Bie dakord që copëzimi i votës patjetër. Ka qenë ka munduar vullneti, jo nga ju. Tani zoti Noka i thoshte Agronshehajt, ti e shitur te Rion Veliaj, pastaj dilte zoti Berisha thoshte pse s'vjen të bashkohet Agronshehajt, unë i kam thënë do vi me. Përveç problemeve, zgjedhjet kanë pasur probleme Arbri, ka pasur zgjedhjet probleme. Sipas raportit të OSBE-Odirit, se okay, opozita ka sipas raportit të OSBE-Odirit, se jemi dhe qytetarë në fund të ditës, pavarësisht, domethënë, unë e shoh dhe si qytetare, dhe nëse unë them që gratë ketë më shumë politik, trinjt ketë më shumë politik, intelektualët kenë më shumë politik, me këtë sistem që je dhe me këtë mekanizëm që je, ti ke jo demoralizuar, por nuk ta krohet njeri. Sepse o do kesh financat të jashtëzakonshme, o do jesh i lidhur me një band, ose s'ke mënyrë tjetër si ta qash. Më kupton e rizën. Pra, duhet ta shohim edhe në një interes shumë të madh të qytetarëve. Dhe që është turp që Shqipëria në 2025 mos arrit krijojë zgjedhje lira dhe të pranuara. Jemi në këtë standard. Të pranuara nuk ka përqendrim asnjëherë nga humsit kur është serial. Kështu që unë nuk presë në pranuara, po duhet të jenë zgjedhje korrekte. Përveç Fatostanos. Dhe raporti është korrekt. Po jo më dhe doktor Berisha i ka pranuar të ndërrejtë. Po tani, kur kanë qenë zgjedhje... Po doli tha që u vodhën me bandat, jo ka thënë bandat. Ore e pranoj dhe ndërrejtë tani, duhet njohur vetëm ky. Të punën e opozitës. Këtë që po bën tani duhet ta bënte me herë, por mbi të gjitha. Duhet të jemi koshient dhe të themi gjërat ashtu siç janë. Zoti Berisha ka mbyllur misionin e tij në krye të PD-s. Nuk ka më mision Berisha në krye të PD-s. Të gjitha partitë e vendeve ish bloku komunist. E fajin e ka Berisha. Jo, s'them, e ka mbaruar misionin. Nëse ti më thua që ka mision ende fitoj zgjedhjet,
Ai ka misionin e vetë disa kanë qëndrimin që posë është Berisha s'ka më PD. Jo, ka një gjë. Berisha e mban PD. Jo. Ka disa që e mendojnë Unë jam kështu. kundër kësaj, por duhet ndalem një tjetër element. Të gjitha partitë politike që janë krijuar në vitet 90 që rrëzuan komunizmin, o janë shkrirë, ka të ndisur partitë të 4 të 5. Është fat që PD-ja është ende partia e dytë politike. Por nuk duhet të jetë më peng e historisë të kaluar. Partia Demokratike duhet punojë për të ardhmen. Figura të reja, pa ngarkesa, të pastra, një amalgam e cila mund të jetë mes të rres dhe të vjetrës, por si plot brain gain që ishte një departament shumë mirë, kes kishte asnjë listë të mbyllur. Të gjithë ishin lista hapur. Ndërkohë deputetët që kanë në vendimarrjen e brendshme deputetët që kanë vite në listën e Tiranës kishte Belindin, kishte shumë figura të reja. Deputetët që kanë vite, po Albana Vokshi e tjerë, figura të reja. Tritan Sheu, figura vendimarrja e Partisë Demokratike, se si ajo e përpilon ngelet në vendimarrjen e Partisë Demokratike. Dhe se si Partia Demokratike ka pasur një sulm 4 vjeçar deri hoqën dhe vulën, dhe nxjerrjet lokale u detyrua të bënte koalicion që të garonte. Ja hoqën vulën edhe Rama ja dha prap vulën. Po jo mos e nuk e besoj fare. Po jo. Ja mbajti peng o vlla. Po kush? Peng e mbajti. Rama. Drejtësia mbajti peng, si e pa precedentus të bëri përshtypje. O Arber nuk të bëri përshtypje. Por ja bëri Rama apo jo? Që nuk e ka fare në tagër vendimarrjen gjykata. E kam pyetje. Edhe e përdori. Ja bëri Rama, ja mori Rama. Pastaj ja dha prap Rama. Po jo më zoti. Po erdhën kushte të tilla që nuk mund ta bante më. Po nuk mund ta bante më se u faktua që e kalojmë këtë diskutim. E kapi Sedra. Diskutimi është këtu, duhet të ketë një figurë totalisht të re. Duhet të ndryshojë. Opozita. Absolutisht. Zoti Berisha ka mbyll misionetin PD. Sa kohë ata dorin ta mbajnë, ku flas zoti Berisha me gjithë respektin për të kaluarën e tij, është e kaluara në PD. E ka mbyllur misionin, nuk duhet të jetë më. Po kur flas ai duhet të ikë gjithë enturazhi i tij. Pjesa më. Po njerëzit të cilët janë larguar nga Partia Demokratike se kanë qenë shumë lajme këto ditë për drejtuesen e PD-s në Sarand, ato në Elbasan, pra ka shumë figura të cilat. Po ty hysh në detaje, na dilka që zgjedhjet nuk është se janë blerë, po një pjesë opozitës ka tradhuar PD-n. Tani a kanë dhe një lloj përgjegjësie këta njerëz që kanë zgjedhur individ që nuk janë me parime ose nuk kanë qenë idealist? Po kanë faj. A kanë faj këta njerëz drejtuesit e PD-s që primarët i hodhën në koshin e plerave? Po kanë faj. Dhe ja pra kush rezultati. Në Vlorë, një mandat më shumë ka marrë PS-ja nga zgjedhjet e kaluara parlamentare. Genzero Memaj, kryetarja e Sarandës, PD Sarandë. Ja pra që dalë FRPD-ja një pjesë kaloi e gjitha. Ja pra që i bie që nuk është se ka patur shqipëblerje vote. Po Arbri që Joshja është e pushtetit, tani që Joshja e pushtetit. Rama e tha publikisht kur prezantoi qevarinë. Zgjidhja më e kollajme, është thjesht me pushtetin. Tani çështja është çaj shërben demokracisë së vendit. I shërben pluralizëm apo të bëhemi në monizëm. Unë jam kundër. Në rregull. Që Joshja e pushtetit dhe kjo Joshja e pushtetit deri nga pushteti. Ore, unë po flasë, qëfar i shërben vëndit, po flasim për vëndit. Po flasim për vëndit. Ne nuk e dim nëse kanë punuar në atë kohë për... Kanë punuar, Rama nuk i ka bërë sot, digjo. Këtë ta them me bindje. Kanë punuar se kanë dalë hapur. Rama nuk i ka bërë sot në postet të larta. Marrëveshja është bërë për fushatën e për zgjedhjet. Çfarë ti bëj Zheni Gjergjit unë? Që vajti u bë drejtoreshe Spitalit Elbasan. Base sepse Zheni Gjergji është një grua profesioniste që në fund është lodhur nga 12 vite në opozitë, aty ku ato që ajo ditë bën mirë, është thjesht e lodhur. E ka patur që nuk u me strukturat e PD-s. Çfarë të bëj edhe për individ të tjerë, Kavaja, i pari që doli për qarkun e teatrit. Nëse ata janë përjashtuar, janë lënë më një, nuk janë dhirë përfaqësuar, si gjykojmë zgjedhjet e interes personal. E përshkruaj që përdoret për interesa personale. Pra varet sa i ke besuar ti atyre gjërave. Ka vrarë meritokracinë brenda llojit. Duhet të rikthejmë meritokracinë. Ai që i takon të jetë në listë të mbyllur, duhet të jetë në listë të mbyllur. Atij që si takon në listë të mbyllur nuk mund të jetë në listë të mbyllur. Ky është gjithë diskutimi. Dhe unë besoj, po ta shikoni me Florian Binaj, ka një frymë pozitive në Tiranë për opozitën. Vetëm me një individ. Vetëm me një individ. Imagjinoni sikur kjo gjë të ishte në fushat elektorale të zgjedhjeve parlamentare. Të ishte një grup të rinj të cilë do ishin në ballë të fushatës. Do ishte totalisht një situatë ndryshe. Pra e kupton, nuk është kaq e pamundur, nuk është një regjim komunist, nuk është një regjim diktatorial. Regjimi diktatorial nuk mund të dali me 100.000 vota diferencë, me 70.000 vota diferencë. Se ka që është diferenca e gjithë opozitës, me gjithë qeverisje dhe të rritesh në vota, Arbri... është rritje diasporës.
Po nuk është një diferencë e zakonshme. Të është rritur 83 mandate. Unë them, ka probleme, nuk diskutohet. Po mirë që dhe opozita ta shikoj që pasqyrën si është. Bëj analizën. Shohim mirë qeverinë se ty po të vidhen sot që flasim vidhen shqiptarët. Shumë keq. Do të flasim çik për qeverinë. Në rregull. Pra sot ka vjedhje masive. Në burg të shkojnë të gjithë. Kudo. Dënim të përjetshëm të marrë. Pra të flasim çik për këto që bën qeveria, se këto janë taksat e qytetarëve shqiptar. Se nuk I vjen e keq nga qytetarëve nga opozita, se s'ka që ndor. Puna është taksat e qytetarëve më të varfër në Europë vidhen. Dhe çmimet sot, se kam bërë dhe një propozim për çmimet së fundmi, që është një nga shqetësimet më të mëdha, që kemi 20% të VSH për çmimet e shportës, që kanë shkuar 50% më të larta I kemi të çmimet sot që flasim, se Bashkimi Evropian, sepse ke 20% të VSH dhe Kosova që flasim, ne ka 8% për qytetarët. Greqia ka 6% dhe Italia fqinje, Meloni tha do ta bëj 4% për tullur barrën financiare. Këto janë tematika që duan qytetarët dhe kemi çuar propozim ne si Partia e Lirisë, kemi çuar 4 vjeçarin e kaluar. Dhe duhet ketë një mbështetje të madhe. Dhe duhet ketë një politikë sociale si puna juaj që shkojnë me nisma konkrete aty në parlament dhe diskutojnë. Dhe më rrin duke qarë Rama Ja kërkoni një politikë sociale, një partie të djathtë, e cila nuk e ka në shtyllën saj kryesore në themel politika sociale. Në fushat Berisha, më të vëshën e shportës. Tu vetëm të ndara nuk jenë. Kjo është për mirëqenien e nuk janë të ndara fare ideologjike. Kjo problem tjetër, se s'ka diferencë. Po këtu kemi bëjmë me mirëqenien e qytetarëve. Jam shumë dakord me këtë. Do me thënë pensionisti me 170 euro mesatar pension, qa do blej më para? Ilaçe, fruta, perime, apo do mbaj vete? Ju e kritikuat bonusin para zgjedhjeve. Patjetër, unë e kritikoj si mekanizëm, sepse mund po të marrë një rast. Kryeministri çmendet dhe thot 1.000 euro, 2.000 euro do t'i jap gjithë qytetarëve me VKM. Dhe ta zbaton një javë para, të duket normale? Në qoftë se ai bën bonusin, nesër mund të bëj një vendimarrje tjetër. Kjo s'është normale. Kjo është influencë, pra, po këto janë mekanizma. Po kjo janë mekanizma. Prandaj janë ato afate, prandaj janë ato 4 muaj që ti nuk duhet I përdorësh, që ti mos ta marrësh vendimin dhjetor dhe ta bësh si trik dhe ta zbatosh një javë para zgjedhjeve. Për këto po flasim. Dhe nga ana tjetër, sot më shumë panelet flasin për opozitën, se sa flasin për qeverinë. Puna është këtu çfarë ndodhi? E di aktin e fundit normativ që ka sjellë në kuvend. Shkurton buxhetin e shëndetësisë dhe të arsimit. Ishan protestë para Ministrisë së Shëndetësisë për onkologjikun, për dramën e onkologjikut që ka trajtuar dhe pranvera këtu. 18 shtretër ke aty. Dhe kam kërkuar dëgjes me ministren e shëndetësisë, ministren e arsimit kërkova dëgjes dhe nuk erdhi. Nuk erdhi. Do vi dhe unë në protest me ju. Këto gjëra jam gati t'ju bashkëpunë. Arbër, deputete majorancës sa duhet përgatitet zonja ministre se sa ka marrë postin. Dhe nuk mund vit flasi për gjendjen alarmante që po na vriten fëmijët nëpër shkolla. Në Kamës ndodhi gjithë ajo ngjarje tragjike dhe s'kishte oficer policisë. 70% të shkollave sot nuk kanë oficer policie. Po këto janë çështje që duhet diskutojë ai parlament. Gjykoj unë. Puna është Arbër që nuk të vinë. Pra unë kërkoj ministrin, ajo si zgjidh ministrin. Nuk e delegon, thot nuk jam gati, qëse nuk e gati, hap kraun. Shkojmë në reklama, kthehemi në minutat e fundit e emisionit. Jemi rikthyer në minutat e fundit e emisionit për të ndalur tek rekomandimet, për të rikthyer edhe një herë raportit OSBE Odirit, për të ndalur tek rekomandimet dhe tek hapi konkret që është reforma zgjedhore. Ka një dakordsi të përbërjes Komisionit të Reformës Zgjedhore 8-8, po Gerta. Kjo është ke besim që tërë do funksionojë që unë e përqej shumë, se kemi gjithë të vite që e ndjekim, jo dëgjesa publike, jo rekomandime, jo investime, po nuk lëviz njëri. Tani, çështja është që edhe ky raport e ka dhënë mesazhin dhe besoj që e gjithë qasja e raportit Odirit është që më në fund në Shqipëri duhet bërë një reformë zgjedhore e dakordsuar, konsensuale dhe me një produkt final I cili mos I lihet minutës fundit. Ajo që unë dua është që lufta edhe bashkëpunimi që do kenë palët politike në këtë reformë zgjedhore për të përmbushur të gjitha këto rekomandime. Pra, si do t'jetë gara e barabart duke ndaluar burimin e shtetëroreve? Kush do t'jetë mekanizmi që pavarësisht se opozita ka kërkuar me forcë, që nuk do të ndërmarrin asnjë lloj iniciative nëse aty nuk do të kenë ekspertët e Komisionit Venecias dhe ekspertët e Odirit, dhe kush do t'jetë mekanizmi që do propozohet në mënyrë urgjente për të bërë që qeveria të reflektojë dhe mos kemi më përdorim të burimeve dhe aseteve qoftë shtetërore, qoftë njerëzore.
A do kemi në depolitizim të administratës zgjedhore përfundimisht për të ardhur tek ajo pjesa që edhe kandidatët brenda partive politike kanë pasur një lloj revolte në zgjedhjet e fundit, për sa kohë erdhëm në atë diskutimin e fortë që brenda llojit pati problematika të vjedhjes së votës së kandidatëve tek njëri tjetri përveç se subjektet njëri tjetrit. A do ta mundën që opozita me forcën e saj, me qenë se ka qenë shumë dashamirëse dhe e ka përshëndetur që ne e pranojmë në parim depolitizimin, por de facto nuk po ndodh, sepse palët politike si zor dhe vështirë që të largojnë duart nga politika, dhe ne do kemi komisioner të cilët do jenë të depolitizuar apo do vazhdojmë me ofertat politike për të pasur militant që marrin dhe riskun për të deorientuar votën e qytetarëve, pranojnë dhe burgun për partin, duke mohuar edhe duke harruar fëmijët dhe familjen e vet. A do të kemi ne edukimin e votuesve dhe përdorimin dhe zgjerimin e teknologjisë? Numrimet e votimi elektronik do jetë në nivel kombëtar apo do vazhdojmë në projekte pilote që këtë radhë ka kritikuar Odiri, duke thënë që vazhdojnë në 2 zona edhe përsëri nuk është plotësuar kriteri që në 10% të votuesve duhet të bëhet edhe ky lloj testimi. Dhe ajo që vlen të përmendet, fushatat luksoze që bëhen në Shqipëri, parat që qarkullojnë, a do t'i marrin vesh qytetarët se nga është burimi këtyre parave, janë ato aktorët e tretë hije, donatorët hije, të cilët pavarësisht rregullimeve dhe tentativave që të futen në shina për të deklaruar, dhe a do të forcohet edhe më tepër Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që ta thelloj auditimin e këtyre parave që qarkullojnë dhe të marrin vesh në ato fatura që deklarojnë këtë këqësim. Po prandaj është reforma zgjedhore dhe prandaj është ajo që unë thash që vullneti i palëve politike të dali dhe të shprehet konkretisht dhe mos ta mbaj peng duke thënë do ta bëjmë reformën dhe si finale do bëhen ca arnime edhe ca korrigjime dekore. Ke frikë se mund të ndodhë një gjë? Të paktën deri tani me sjelljen politike jemi skeptik që do të kemi një reformë të suksesshme. Nëse palët ndërkombëtare, me qenë se ta themi tash, mua vjen keq që është Erisa këtu me ne, por gjithë palët politike dëgjojnë më shumë aktorin ndërkombëtar dhe le të themi që nuk ka ndonjë, si thua, respekt edhe për rekomandimet e investimin që edhe shoqëria civile në gjën e vet ka arritur të thotë ca gjëra me mend për ta përmirësuar situatën, por dhe këta ja kanë thënë votim që do të kthehet në votim familjar, vota diaspora, nuk e dëgjuan. Dy këmbët në një këpucë vetëm ndërkombëtarët ja fusin këtyre kur i çojnë nëpër ambasada, kur i detyrojnë që të mblidhen edhe të reflektojnë për sa i përket përmirësimit të situatës politike në Shqipëri. Ka ardhur momenti që ne themi jemi për të aderuar në familjen europiane, në Bashkimin Evropian. Janë 2 piketa që kanë qenë non-stop dhe janë kënduar këtyre politikanëve në Shqipëri, që zgjedhjet lira dhe të ndershme, zgjedhje që nuk shiten dhe nuk blihen në Shqipëri, zgjedhje me standarde, një nga kushtet që juve do t'ju hapet dera për të futur në Europë. Tashmë, nuk e di se sa politika në Shqipëri ka arritur të presionoj edhe gjithë misionin e Odirit, me qenë se po diskutohet kaq fort që jo është i balancuar, jo është gjuhet drujnë, jo është kanë arritur ta kërcënojnë dot misionin e Odirit që të kemi këtë lloj raporti, me qenë se një pjesë e studiove sot zjente duke thënë që është një raport, nuk ka asnjë gjë. Unë them që Odiri më shumë se kaq nuk ka çfarë të bëjë. Tash edhe një herë përsëris. Reforma zgjedhore, Komisioni i Reformës Zgjedhore ka ngelur nga ne vetëm ta hyshtim, ta çojmë te Hoxha që të mundet të themi që do ta finalizoj reformën zgjedhore si një reformë gjithëpërfshirëse dhe si një reformë të gjithë premtuar që nga viti 2003, që ne themi reformë zgjedhore mbas çdo procesi zgjedhor. Tani bëjeni këtë reformë në 2025-ën, nuk e dia do na e premtoni që në 2027-ën që janë zgjedhjet e radhës për qeverisjen vendore, apo do ta spostoni, do ta çonin 2029-ën për zgjedhjet parlamentare, kur atëherë do hyjmë dhe në Europë, se kemi këtë premtim që në 2030-ën jemi në Europë.
Dhe disa do ta mbajnë. Po është 2027 njërë. Po pra, pra ne them që reforma zgjedhore duhet flasim me... Jo, e kisha për kapitull të 2027-ës. Ndryshe, me gjithë eksperiencën politike që kemë, 3 gjëra që mendon duhet ndryshojmë pa tjetër, dhe që janë në rekomandimet e OSBE-u TIR, që në 2029, po e te kaloj 2027, në 2029 të kemi zgjedhje të tjera. Është e vërtet që thuhet reformë zgjedhore dhe lihet për minutën e fundit për të ardhur keq, sepse në një shtet demokratik zgjedhjet lira dhe ndeshme janë gjëja më e rëndësishme, sepse nga vota burojnë institucionet, burojnë qeverisja e tjerë me radhë. Dhe në gjithë këtë kohë, pa dyshim që mendoj që Komisioni i Reformës Zgjedhore që do të ngrihet në parlament është shumë i rëndësishëm për të adresuar këto rekomandime. Do të veçoja nëse më pyet disa nga shqetësimet është përdorimi i financave publike në funksion zgjedhjeve, përdorimi i administratës, patronazhimi e tjerë me radhë dhe padyshim lidhja e politikës me krimin e organizuar. Pra, sistemi zgjedhor Patjetër, duhet tjetë një pjesë e diskutimit, sepse rezultojnë... Sistemi jeni ju që mendoni që funksionon? Tjetë një sistem i barabartë që siguron barazi vote. Çka do të thotë që qytetarët, pra unë kam qenë një forcë politike që ka marrë 110.000 vota dhe ka marrë 10 mandate, 4 mandate. Pra, një mandat deputeti ishte 30.000 vota. Ndërkohë që deputetët e tjerë, për shkak të ndarjes PSD-ja kishte më pak vota se një pjesë e forcave të tjera, por është një sistem i pa drejtë dhe i pa barabartë. Çka do të thotë që kemi nevojë për një sistem i cili garanton një drejtësi vote dhe një përfaqësim të drejtë në parlament dhe padyshim lidhja e politikës me krimin organizuar. Në qoftë se ne krijuam një task force SPAK-un me shumë pritshmëri për goditjen e krimit zgjedhor, por që faktikisht nuk pati atë rezultat që ne do të kishim dëshiruar, ka eksperjenca me sa dëgjova në Kosovë, ku është një task force, por është me shumë institucione që mund të jetë, pra ka modele ku funksionon, për të goditur jo vetëm krimin zgjedhor, por edhe lidhjen e politikës me krimin organizuar dhe këtu është çështja vullneti politik më pas, sepse ligjet janë, çështja është se si zbatohen ato. Ligjet janë edhe për mënyrën se duhet votuar, edhe për mënyrën se si duhet jenë zgjedhjet, që s'duhet kemi përdorim financave publike e tjerë me radhë. Faktikisht ndodh që kjo shkeljen dhe këtu është padyshim vullneti politik, sepse nëse është vullneti politik nga ana e qeverisë, ku raporti thotë që ka një lidhje midis shtetit dhe qeverisë, për mua kjo është alarmante dhe që fakton ato që ne themi gjithë kohës për përdorimin e gjithë resurseve në funksion të zgjedhjeve. Çdo dhe arnimi që është bërë deri tani sistemit zgjedhor, kodit zgjedhor, duke sigur ka qenë gjithmonë funksion të dy forcave kryesore, duke dëmtuar gjithë aktorët e tjerë që janë më të vogël. Çfarë mendon që duhet të ndryshojë për të shërbyer demokracisë, për të shërbyer qytetarëve shqiptar? Po, fillimisht e para më lejo të veçoj tek rekomandime që bënte edhe OSBE-u TIR pjesës së hapësirës mediatike që duhet kenë edhe partitë e vogla. Sigurisht që peshën kryesore me këto rregulla aktuale e kanë partitë e mëdha, edhe një element që mbase mund të shërbej edhe partive të vogla është që pse jo të ketë kod barabartë për secilën prej tyre edhe në aspektin, po themi, mediatik. Pastaj sigurisht që ka një sër komponentësh që tek ndarja e mandateve e tjerë që duhet i shërbej edhe partive të reja dhe partive të vogla. Pra, ka një sër ndryshimesh që duhet të bëhen për sa i përket marrjes në duar edhe nga partitë e vogla të terrenit për të qenë edhe ato në fushën politike të barabarta në prag të zgjedhjeve. Megjithatë do të mbetet për të parë. Kam përshtypjen se këtu është edhe pak mungesë figurash sepse sot për tu evidentuar ka mjete në rrjetet sociale dhe nga këto partitë e vogla, domethënë hiq Partinë e Lirisë që ti mund të gjesh elemente që s'është parti e vogël. Në forcat
e tjera vetëm kryetarët ke. Për shembull marr një rast, Pano Soko, pavarësisht të japën kemi dhënë apo jo hapësirë, e ka fituar, e kishte fituar hapësirën mediatike, apo ndërsa forcat e tjera janë kryesisht kryetarët. Pikërisht për këtë duhet imponuar edhe një lloj rregullimi, po themi në një lloj barazie edhe në kohën mediatike, duke qenë se e pash edhe si rekomandim nga USB-e Odiri që mund të jetë një element që mund të rregullohet. Sigurisht që ka shumë gjëra, por nuk është se shon ndonjë vullnet të madh që të përbëjë ndryshim, të paktën për zgjedhjet e 2029-s, dy partitë e mëdha do vazhdojnë që të kenë atë peshën kryesore. Nuk ka vullnet për të ndryshuar sistemin zgjedhor? Nuk shon ndonjë vullnet për të patur ndryshimet të mëdha. Pra edhe nga diskutimet e bëra deri më tani, dy palët e mëdha është kjo që ato i favorizohen më shumë dhe nuk besoj se do bëjnë ndryshime për të favorizuar partitë e vogla. Kanë peshën partitë e vogla për të bërë imponuese? Nuk e kanë. Nuk e kanë dhe nëse do shkojmë pak më larg, ai që është komisioni i zotit Gjafa që i quajt, po që është komisioni për antikorrupsionin e tjerë, ka disa elementë shumë të rëndësishëm, përveç reformës territoriale, përveç pjesës që lidhet me reformën zgjedhore, parashikon në brenda tij edhe një reformë strukturore të shtetit shqiptar. Ulja nga 140 mandate në 101 mandate deputetësh, gjë që do ta bëj për partitë e vogla gati të pamundur se do duhet 25.000 vota me këtë sistem që ato të kalojnë dhe të marrin një mandat. Ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre nuk e kalojnë 20.000 voçe. Por diskutimi nuk është e partitë e reja, sepse unë mendoj që një parti e re me fenomen ose që ka një trend gjithmonë në rritje nuk e ndalon dot as financat, por nuk e ndalon dot mediatikisht ata janë të pranishëm dhe unë nuk do t'y fare këtë diskutimi. Madje janë më shumë pranishëm se që meritojnë. S'mund të kërkoj një parti politike me 20.000 vota të ketë prani mediatike një lloj se një parti me 50.000 vota. Për ta parafruar mbase, jo për ta parazuar totalisht pastaj. Kjo është një lloj, po themi, neglizhencë edhe nga ana është edhe teknikisht e pamundur që ta kenë realisht. Nuk duhet ta kenë. Edhe partitë e di shumë mirë ose Odiri, që kjo është një gjë e kanë futur sa për thënë. Edhe ata din shumë mirë në Danimark, në Holland, një parti në pushtet, një parti në opozit që janë partitë mëdha, nuk mund të jenë në të njëjtën vlerësim mediatik me një parti që shkruar tani. Dhe sidomos një parti e cila në exit poll në sondazhe del me 1-2%. 1%. Kështu që ky është diskutim për mua i mbyllur. Thelbi i ndryshimeve zgjedhore është një. Nuk është fare jo administrata, këto janë gjëra të cilat mbyllen vetëm me një. Heqja e zgjedhjeve nga duart e partive politike. Ky është problemi kryesor. Jeni dakord ta pranoni ju këtë, zonja Xhixho? Mund të jetë pjesë e diskutimeve. Pra nëse do Unë në parim kanë rënë në praktikë nuk kam besim që ta bëjnë kështu, se thonë që s'ka njerëz jo politikë. I bie lër të gjithë. Po jo nuk kam besim as te teknologjia, është dhe problemi tjetër. Kjo pastaj. Po sepse është as te humanët nuk kemi besim as te rastet e kamzës e tjera. Teknologjinë. Prandaj them që çështja e vullneti, mund të kesh një gjë shumë mirë, çështja e vullneti, si do ti të bësh zgjedhje. Teknologji nuk e shmangin dot jo opozita, po asnjë parti politike në kohë që jetojmë. Po edhe këtu a diskutim, pastaj aja vlen aq shumë para për një palë zgjedhje se s'kan besim. Dhe aty ti ja heq partive politike monopolin, flas po DPS që kanë monopolin kryesor, të pjesës që ka të bëjë me menaxhimin. Manipulimi ndodh para, shitja e blerjes, intimidimi të ndodh para procesi. Problemi që ka ndodhur edhe gjatë. Procesi ditës votimit të shumë i lehtë. Në Durrës Aulo Kalaja ka akuzuar partinë e tij. Procesi numërimit të shumë i lehtë. Raste janë shumë pak, janë raste sporadike në raport me Çiderja e votës, kërcënimi dhe çdo gjë tjetër përpara. Gjithsesi ja pra që është një parti politike që manipulon votën brenda saj. Si do t'i lësh votën? Apo në pozitë që dha ai rekomandimi që të ndodh përpara shitderja, intimidimi, krimi organizuar, dhe çdo gjë të ndodh para. Kjo është çështje kulture e mentaliteti. Jo, nuk është kulture e mentaliteti që ne nëse pranojmë që është normale lidhja e krimit të organizuar me politikën. S'është normale, po duhet edhe ta faktosh. Ka rënë komplet kjo. Duhet edhe ta faktosh. Më fal, Çurben. Ke parë përgjimet e Çurbes, lutem, rastin Çurbe, dosjen do fakte. Çfarë përgjime? Atëherë, po, ku banda vendosi se ku do të ishte deputeti në rastin e Durrësit,
se ku do të vendose me miratimin dhe ashtu ndodhi. Në rregull. Dhe ku sot që flasim ke deputet në Elbasan në Durrës që kanë marrë 20.000 vota, ti mendon se një person anonim merr 20.000 vota, të lutem Arber. Ky fenomen. Merr 20.000 vota. Ky fenomen. Kam 20 vjet në politikë dhe nuk mund të them që marr 20.000 vota. Një person, orientim vota nga bandat, nga krimi organizuar, që thot po, unë kontributin do ta jap te X deputet. Në rregull. Kjo është, nëse ty të duket normale kjo. Jep një figurë në listat e hapura të PS-s që meriton 20.000 vota. Arber, po të bëj pyetje çyrben e ke rastin çyrbe, është rasti më flagrant. Përgjimet 184-339 që nuk është dardhën. Ato ishin dosje të krimit zgjedhor që do thuhet tishin për shembull për qiell. Ju e kritikoni Gjergj Ramës. Ja pra që me drejtësi të mirë shmangën këto element. Ku më, ajo i erdhi nga jashtë, më edhe për dosjen e Çyrbes, më i erdhi nga jashtë, nga partnerët ndërkombëtar. E bën punën ata. Po e bën se i erdhi nga jashtë, më uzimi edhe për pojra, edhe për bandat e Durrësit, më i erdhi nga jashtë, më. I erdhi nga jashtë dhe zbatojnë mbas zgjedhjeve. Tani nëse ne nuk pranojmë lidhjen e krimit me politikën, dhe që ti sot ke një ligj dekriminalizimi për turpin e Shqipërisë, ke një ligj që je detyruar si shtet që fute krimin e organizuar në parlament dhe bëre një ligj të posaçëm për të hequr kriminalët nga parlamenti, për turpin e Shqipërisë. Iniciativa e zotit Basha, ne duhet të quani këtë merit. Ishte Partia Socialiste që të kishte futur deputet me rekorde kriminale. Bje dakord dhe jam kundër. Po ishte insistimi i opozitës ju imponua. Opozita zotit Basha. Ja njohim patjetër meritën. Jo, ore unë po them që kemi një ligj. Është fakti më i rëndë, ke një ligj për faktin që ti ke pasur deputet me rekorde kriminale të lidhur me prostitucion dhe krimin organizuar. Dhe ti ke rastin Çyrbe ku përgjime tregojnë mjaft qartë se si bandat imponojnë deputet caktuar në qargje që marrin më shumë vota se kryeministri. Po ti e beson që pas ka deputet që marrin më shumë vota se Edi Rama në qargje. Nuk e duan më shumë se nga gjithë Edi Rama. Tani kjo është elbi i zgjedhjeve. Fal partnerve. Dosjen e Çyrbes ti ende. Kjo ka ndodhur në Durrës edhe me kandidatë opozitës të përfolur. O Arber, nuk të bën. Zotin Arjan Doja, që mos kemi kompleks. Ja pra që ka pasur çik opozita. Jo më jo çfarë. Se duket sikur e përmend sa herë vinë në studion e pranverës. Ja pra që është. Po ja më opozita sa. Po opozita. Ai bën mali këtu bën mu tani merr me opozitën. Unë po them raste konkrete tani të njerëzve të cilët sot kanë nën mandatin e tjerë me radhë. Sistemi ka funksionuar. Po ty s'të bën përshtypje që dosjen e Çyrbes e ke lexuar? Nuk të del informacioni nga SPAK-u për dosjen e Çyrbes. Për dosjen e Ilir Metës, e Berishës, e këtyre çfarë janë del direkte online. Te kemi Po jo me se s'ka dal fare. Tani po ky pra është, këto janë zgjedhjet. Nëse ne nuk e pranojmë këtë, bëjmë kot. Faleminderit shumë që ishit në mbrëmjen e sotme në Quo Vadis. Faleminderit ju që na keni ndjekur. Bashkë takojmë të martën në orën 21. Natën e mirë.